e kam ankimuar unë, natyrisht si kryeministër, jo si Edi Rama, dhe natyrisht jo për një individ, një ministër që në këtë rast është edhe zëvendës kryeministër, po për parimin e mosmarrjes kompetencave të kryeministrit dhe të presidentit nga një prokuror dhe nga një gjykatës. Kjo është një betejë institucionale gjyqësore për të mos lejuar atë që nga Komisioni i Venecias konsiderohet shkelje e palejueshme e kufirit ndarës mes pushteteve. Komisioni i Venecias nuk ka asnjë fjalë, në asnjë këshill për ministra, por mas të pezullimit e parashikon së pari për të mbrojtur të dhanat e hetimit, së dyti për të parandaluar i përsëritjen e të njëjtit krim. Nëse gjykata thotë pezullon, ajo praktikisht ndërhyn në punë të qeverisë, po gjykata dhe prokuria janë për të ndërhyrë në çdo çështje që ka krim. Mirëmbrëma të gjithëve. Siç e ndoqët dhe nga inserti që shfaqem në fillim të këtij emisionit të sotëm, nesër pritet të shqyrtohet në gjykatën kushtetuese çështja më e madhe politike e ditëve të fundit. Kemi një vendim të gjykatës krimeve të rënda dhe kundër korrupsionit, e cila ka marrë vendimin për të pezulluar zëvendës kryeministren Belinda Balluku nga detyra e numrit 2 të qeverisë. Ky vendim ka shkaktuar tejet polemika, a është kushtetues apo jo ky vendim, a cënon ndarjen e pushteteve, atij legjislativ dhe ekzekutiv nga njëra anë dhe atij gjyqësor nga ana tjetër, dhe mbi të gjitha çfarë pritet të ndodh, ku do shkojnë hetimet për zonjën Balluku, sepse burimet nga SPAK-u, nga prokuroria e posaçme thonë se vetëm ky është vetëm fillimi i hetimeve, si vetëm për zonjën Balluku, por edhe për zyrtarët e tjerë të lartë. Dhe mbi gjitha, çfarë impakti politik do ketë në jetën politike të vendit, kur sot pam sërish tubimin e tretë të opozitës në para selisë së kryeministrisë, ku turma sa vjen dhe bëhet më e pakët. Çfarë do të ndodh? Çfarë do të ndodh në jetën politike shqiptare dhe mbi të gjitha, cili do jetë vendimi nesër në gjykatën kushtetuese për fatin e Belinda Ballukut në zyrën e numrit 2 të qeverisë shqiptare. Për këtë temë kam 4 të ftuar, kam kolegun Mentor Kikia, Mentor mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kam zotin Shemsi Preçi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dhe 2 juristët, avokatët e njohur, Edmond Petraj dhe Indrit Sefa. Zotrin mirëmbrëma, si që ju jeni sot të 5 pyetjet. E nisim nga ju, Indrit. Duhet ta shqyrtojë gjykata kushtetuese apo një gjykatë tjetër, gjykata administrative, do në pezullimin, sepse dikush tjetër, kur një zyrtar pezullohet, shkohet në gjykatën administrative? Shiko, ky është kazusi i parë që ndodh realisht në legislacionin shqiptar, paktën në 35 vjet demokracisë, unë nuk e di më përpara, se përpara as nuk pezullonte njëri xhana, po është kazusi i parë, shumë interesante dhe realisht është rruga e dur që ka ndjekur kryeministri. Konkretisht ka zbatuar vendimin e gjykatës edhe ka kërkuar interpretim ligjor në kushtetuese. Ai i është drejtuar si kryeministri i Republikës së Shqipërisë me idenë për të kuptuar a ka ndërhyrje në kompetencat e kryeministrit të ekzekutivit nga ana e pushtetit gjyqësor apo jo. Personalisht për mua nuk mendoj se ka ndërhyrje. Është një drejt legjitime, është një masë sigurie të cilën e lejon kodi i procedurës penale dhe ka edhe praktika të ngjashme nëpër shtetet e Bashkimit Evropian, po marrësen Rumanisë, Kroacisë e gjitha me radhë. Ideja është që në praktikën tonë, në dispozitat tona ligjore, në vlerësimin tim lejohet, nuk është ndaluar. Për sa kohë e njëjta prokurori dhe e njëjta gjykatë mund të kërkonte edhe një mas arresti tjetër më të rëndë, që mund të ishte ajo arresti në shtëpi, ose mund të ishte dhe arrest me burg për shembull. De facto, arrest me burg është e pezulluar de facto, sepse të shhequr liria. Pra kërkoj një mas minimale. Është mas ndalimi, ka mas sigurimi që është masat e arrest me burg dhe arrest në shtëpi, ka edhe mas ndalimi që është pezullimi nga një funksion publik, i cili në gjitha rastet është deri në 3 muaj.
Pra, prokuroria ka kërkuar pezullimin deri në 3 muaj, dhe jo me kote ka kërkuar këtë mas ndalimi. Ka kërkuar për faktin e vetëm për mos të penguar përfundimin e hetimeve, që do të thotë, duke qenë ministri, titulari i një institucioni, ajo ka ndorë që të ndërhyjë të provat, të bëjë të mundur ndryshimin dhe vështirësimin e marrjes provave, të bëjë të mundur ose të vështirë marrje dëshmive nga personat që kanë djeni, sepse ka direkt vartës ata. Edhe kjo është shumë e rëndë, dhe kjo mund të synojë në mënyrë të drejtë për drejtë hetimin. Ndaj, Spaku dhe Gjekoja janë treguar të kujdesshëm për të kërkuar një mas sigurimi. Ja dhanë mundësinë vetë edhe zonjës, edhe kryeministrit, në momentin që e morën të pandehur, sepse është rasti i parë që është marrë e pandehur, pastaj është kërkuar një mas sigurimi, apo jo, nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. Rasti i parë kur është marrë e pandehur dhe pastaj është kërkuar një mas sigurimi. Kjo është rasti i parë. I është dhënë mundësia, edhe politikisht, edhe ligjërisht, që mos kishim një ndërhyrje të tillë në administrim ose në qeverisje, por të reagonin vetë si politikan. Si duhet të reagonin? Po, t'jepte dorëheqjen, pra kjo është tani. Tani tani ai ta dha mundësinë të morit pandehur. Tani ti si e pandehur, nuk mund të rrish avans kryeministri i vendit tani. Çdo gjë ka një masë. Okej. Petraj, mund të ri? Shiko, duke qenë e pandehur, mund të ri në zyrë? Për mendimin tim, pjesa e marrëdhënies së pezullimit, me fjalë unë jam pak do dal pak kundër miku tim, për të vetëm arsye sepse ekzekutivi është një pjesë kushtetuese dhe pjesën e emërimit dhe shkarkimit është sankcionuar në kushtetut, mënyra e ministrit. Ministri gëzon imunitet qeveritar, është krejt e shkëputur nga pjesa e funksionarit publik, se kemi një post... Po imuniteti për çfarë është? Imuniteti është për mos të arrestuar, pa lejen e kuvendit, për mos bërë kontroll banese, ndërsa pjesa tjetër... Jo, është tjetër marrëdhënie juridike që mund të bëjë struktura posaçme. Në këtë rast kemi pjesën e pezullimit, po flasim për pezullimin. Po. Ndërsa pjesa e pasaportës është në diskrecionin e saj të vendosë masën pezulluese e para, sepse edhe ligji është pak evaziv këtu, po të shikojmë edhe pjesën e paragrafit parë me paragrafin e dytë të 242-shit, nuk e cilëson pjesën e funksionarit shtetëror dhe atë publik. Pra, po të shikosh, Këshillimi i Ministrave ka tjetër autoritet nga një drejtor ndërmarrje. Po të shikosh pjesën se si është pezulluar një drejtor ndërmarrje, është tjetër gjë në marrëdhënie me ministrin. Ministrin e emëron, e dekreton presidenti dhe e voton parlamenti. Por, e shkarkon me propozim gjithmonë kryeministri. Kryeministri e ka kryer detyrën. Edhe kur bën krim? Nuk mund ta shkarkoj njëri tjetër veç kryeministrit? Ja, ky vendim, si? Edhe kur bën krim ministri? Shiko, ato i parashikon ligji. Kur bën krim ministri, i parashikon ligji automatikisht. Kur kryen një vepër penale, kapesh në flagrancë e tjera. Ajo është tjetër gjë. Ne po flasim në tjetër gjë. Po ky nuk është rasti. Po flasim në rastin funksional të postit të ministrit. Posti i ministrit është funksion kushtetues. Dhe kjo pjesë e cila ka bërë kryeministri e ka, për mendimin tim, e ka ekzekutuar një pjesë e vendimit, e ka pranuar, por jo e të ekzekutuar ta shkarkoj, por i ka kërkuar interpretim gjykatës kushtetuese. Pra, në momentin që ajo do të paraqitej në detyrë, në momentin që nuk e ka shkarkuar kryeministri, por i është drejtuar gjykatës kushtetuese, ajo nuk ka shkuar në detyrë dhe nuk është paraqitur në detyrë. Nëse do të shkonte, do të kishim një thyerje të vendimit të gjykatës. Mos respektim të vendimit të gjykatës. Pra, nëse zonja Balluku do kishte shkuar në detyrë, do të ishte një vepër penale që nuk ka respektuar vendimin e gjykatës. Deri në momentin që do ta sqarojë gjykata kushtetuese, është tjetër gjë, ajo është deri nesër. Kjo është një marrëdhënie të cilën nuk do të zgjasi. Ta shikojmë deri nesër, ka shumë hapësira, edhe neni 288 i kodit procedurës i lë vend absolut që nuk janë, ka shumë vakume procedura në Shqipëri tani, edhe pse u bë në 2017. Kështu që jemi në momentin që për herë të parë po merren këto lloj masash, por pjesa për të cilën unë e them me bindje është që drejtësia ka hyrë
në një institucion tjetër të cilin nuk ka legitimitet. Sepse, kështu si që jemi, ne mund të shkarkojmë këdo. Të shkarkosh kryeministrin që është i votuar në një mazhorancë, i dekretuar në president, një sekund, nesër, ai do pezulloj kryeministrin atë detyrë. Më thuaj, do pezulloj kryeministrin nga sa detyrë. Apo primërohen kaq shumë prokurorët dhe gjyqtarët e gjykatës speciale sa po instalojnë një republikë prokurorësh, domethënë që edhe numrin 2 të qeverisë e pezullojnë. Për mendimin tim, prokuroria e posaçme dhe gjykata kanë vepruar në raport me ligjin, duke respektuar edhe kushtet, edhe personin për të cilin bëhet fjalë, pra zëvendës kryeministrin e Shqipërisë. Sepse zonja Balluku e ka ditur shumë mirë për çfarë është thirrur në SPAK, jo një herë, por mbi 10 herë. Ka qenë mbi 10 herë në SPAK? Gjatë gjithë vitit 2024-2025 Balluku ka shkuar në SPAK 10 herë. Do vetëm kur e kanë thirrur që i kanë parë. Po jo, ka qenë edhe përpara. Ka qenë edhe përpara se të merri është marrë hetim, është marrë e pandehur. Ne kemi bërtitur kur e kanë pezulluar. Ku qëndron problemi? E kanë respektuar dhe si nan, edhe si femër. Në momentin që u mur e pandehur, zonja Balluku duhet kishte dhënë dorëheqjen. Ashtu si që bëjnë homologët e saj në botën perëndimore të qytetëruar. Por veprimet e kryeministrit, edhe pse e pranon masën, bllokimin e pasaportës dhe pezullimin dhe i drejtohet gjykatës kushtetuese, ndërkohë shfrytëzon hapësirat televizive për t'i bërë presion SPAK-ut dhe gjykatës. Pra, ku është parë që ekzekutivi t'i bëj presion prokurorisë dhe gjykatës për masat që jep gjykata dhe me kërkesë të SPAK-ut ndaj një zyrtari të lartë të shtetit. Sepse me të vërtet thotë unë jam votuar për të qeverisur si ekzekutiv, por këtu nuk del që janë votuar për të qeverisur. Fakti që ka prova të pak kontestueshme, që SPAK-u ka argumentuar dhe ka bindur gjykatën e posaçme, e ka bindur që ka prova që e pandehura, mund të intimidoj dëshmitarët ose shantazhoj sepse i ka vartës të saj, niveli i lartë i korrupsionit të detyron të bësh dhe veprime për të caqeve që të jep kompetenca e funksionit, pra në këtë kushte, SPAK-u e ka gjykuar që duhet me ju drejtu gjykatës. Në aspektin e kushtetutshmërisë. Pavarësisht se kush e tha, mondim duke se tha, është funksion kushtetues, tha, funksioni ministrit. Jo, qeveria është funksion kushtetues. Qeveria, kabineti. Sepse nëse kryeministri i Shqipërisë do të bëjë një aksident automobilistik me pasoja të rënda, fatale, SPAK-u e arreston flagrancë. Në flagrancë. Po nëse kryeministri i Shqipërisë çmendet dhe tradhton Shqipërinë, s'duhet që SPAK-u dhe gjykata ta pezullojë dhe ta arrestoj? Pra, ne nuk du të kthehemi në modelin e analistave si që bën disa persona që e kanë në programin e tyre, që duhet me mbrojtur edhe kur kryeministri vjedh, edhe kur ministri vjedh, edhe kur zëvendës kryeministria vjedh, edhe kur kryetari i bashkisë vjedh. Ne duhet të themi gjërat në raport me ligjin. Jo atë në raport me... Ligji interpretohet, ama? Po, interpretohet. Por që ta interpretojmë, zëvendës kryeministria është live në telefon, në bisedat telefonike me varësin e saj, ku flet për para. Dhe thot, me porosi të dëgjatit, duhet 50 sipër. Kaq duhet. Tani, ose zëvendës kryeministria vjedh duke përdor emrin e kryeministrit, ose mund t'i ketë thënë vërtet kryeministri. Por ama SPAK-u e ka këtë fakt. E ka në telefon. E ka të shkruar me mesazh. Pra, ne duhet t'i interpretojmë. Dhe një don SPAK-u ka dalë është bërë publike kjo? Unë nuk mund të bëj lojen që mund të bëj Baton Haxhiu. Më falë për që po e përdor në misionin toj emrin. E ka mision për ta mbrojtur qeverinë edhe kur qeveria vjedh. Edhe kur qeveria tradhton.
kur një qeveri... Shkeme dhe ka dhe ajno një halë në një... Të lutëm, kur një qeveri, kur një minister vjedh, ose kur një minister, ose zyrtari lartë i shtetit, cënon funksionin për të cilin a i paguhet, për interesat publike, dhe jo vetëm një herë, po këtu është në rast përsëritur. E dini ju se zonja Balluku ndërkohë që ishte në hetim, zhvillon të tendra dhe rriste nivelin e tendrave përsëri duke ditur që është morë më pyetjen SPAK? Është një lloj si që... Kur dhe çfarë tenderi? Po ke unazën, ke tenderin, ke fondet që janë shtuar për rrugën e Arbrit, ke aeroportin e Vlorës, po janë shumë. Zonja Balluku, në fraksionet që janë depozituar në SPAK... Cilat fraksione? Po... Fashikujt e tjerë të dosjes. Shiko, të lutëm. Atje, sa herë... Këta bëjmë të kuptueshme për fashikusit. Sa herë del emri një zyrtarit të lartë, kryojnë fraksione, sepse çështja fillon për problemin, nuk fillon për individin në SPAK. E kanë praktik punë tani. Ka vite që e kanë kthy praktik punë. Dhe Balluku ka hyrë në disa fraksione të dosjeve. Dhe me sa di unë, ka qofsha i gabuar, që të mos ja bëjmë shumë, po 13 koncensione. Dhe tenda ka probleme, biseda dhe shkelje në procedurë. Në procedurën e zhvillimit koncensionit dhe tendrit, ne nuk po diskutojmë pastaj për cilësinë e punimeve dhe për volumin dhe për hetimet të tjera që do të bëhen. Sepse atëhere... Pra përveç rastit të unazës dhe të tunelit Llogaras, ka dhe 11 të tjera? Ka plot. Pra, e kemi bërë këtë debat edhe herë tjera me kolegat. E kemi bërë. Vjedhjen, zyrtari i lartë i shtetit nuk mundi vjedhi vetë. Në koncesionet dhe tendra i vjedh me kompanit, me presidentët e kompanive, ose administratorin e kompanive. Sepse ata i marrin parat. A kupton? Kur të filloj hetimi jo për shkeljen e procedurave të tenderimit dhe të koncesioneve, dhe të vazhdoj hetimi SPAK-u edhe tek oligarkët, ose investitorët, ose koncesionistët, ose thuja si të dushti, kur të shkoj hetimi atje, atëre do thomi që SPAK-u e ka kaluar vijën e kuqe, dhe tani po futet në rrugën e goditjes së vërtet të korrupsionit masiv. Sepse vjedhjet në Shqipëri nuk mund një boj zyrtari i shtetit vetëm, se s'ka si i kalo parat në emër vetë. Do t'i kaloj në emër të oligarkut, ose të kompanisë. Ka ndodhur që edhe i kanë kaluar në emër të vetë, në emër të firmës vetë. Ose të kompani pra, në 3 raste, vetëm në një koncension, në 3 raste i ka në emrin të kompanisë që ka ish drejtori i ARSH-s. Pra, do të thotë që zonja Balluku i ka ditur këto probleme. Nuk është problemi se nuk i ka ditur. Ka dash t'i boj. Dhe aq më tepër ka përdorur dhe emrin e kryeministrit. Pra, kryeministri nuk duhet ta mbrojë Ballukun, po që se nuk i ka duart e përlyera. Sepse fakti që është lexuar publikisht që zonja Balluku dhe Berberi e kanë përmendur ndër mesazhe që ai i gjati, se i gjati si jam unë ati, as ti, unë jo. edhe unë jam në 2 metra, pra i gjati është i gjati. Dhe fakti që është përdorur emri i kryeministrit, kryeministri i Shqipërisë duhet i kërkojë llogari Ballukut pse ke vjedhur duke përdorur emrin tim. Ose kryeministri i Shqipërisë nuk i ngelet detyrë tjetër, vetëm të bëjë detyrën e avokatit, por le të shkojë si avokati, mos i bëj presion SPAK-ut dhe GKK-s. Se kryeministri i Shqipërisë në këtë sekuencë që ju transmetuat, kapet në flagrancë duke i bërë presion SPAK-ut dhe GKK-s. Sali Berisha çdo të hënë e ke aty, Irena me 5 mbiemra, Altin, si i thot, Altin... Tani, absolutisht. A je hap libri dhe... Unë këtu nuk jam avokati Berishës. Edhe Berisha... Jo, e kam fjallën do unë që... Të lutëm, zotri. Politika e ka goditur SPAK-u nga 2 anët. Unë kam thënë SPAK-u dhe GKK-ja janë në punë. Politika është në hallë. Ata mund t'ja vënë 5.000 emra, 10.000 emra. Problemi qëndron që kryeministri i Shqipërisë nuk duhet ta ludoj, ose të na bëjë krahasime, thot në asnjë vend të botës nuk pezullohet thot zëvendës kryeministria. Po në asnjë vend të botës zëvendës kryeministria, ministri dhe çdo zyrtar i lartë, në momentin që i përmendet emri për korrupsion masiv ose për abuzim me detyrën, jep dorëheqje dhe vihet përpara drejtësisë. Ajo është marrëdhënie individuale që mund të bëjë. Cila?
Kjo, dorëheqje, është marrëdhënie individuale. A je i bindur? Po. Kryeministri ka thënë përgjithësia është individuale. Jo. Përmende një paralele, the në vendet e botës, kur i del emri, Zotri. dorëheqjen. Kjo është një marrëdhënie individuale saj. Ajo në këtë radhë nuk e ka dhënë dorëheqje. Nuk është individuale, është morale. Të lutem shumë. Po individuale morale, normal. Jo, morale, sepse këtu nuk bëhet fjalë për një person. Po nuk e ndjen ajo që duhet të japi dorëheqje në këtë rast. Nuk e ndjen edhe masi është marrë pandeu? Nuk e ndjen apo nuk ja ndjen? Derisa se ka dhënë se ndjen që është fajtore, nuk është shumë. Atëherë spaku të pezullon. Po nuk e pezullon dot, shiko, ka një gjë. Se nuk e pezullon? Po se pezullon dot se ka shkelur në territor tjetër. Në cilin territor? Territori kushtetutës. Po ku është thënë, në cilin vend është thënë që gjykata dhe prokuroria... Po mirë me duro deri nesër, do ta shikosh nesër. Gjykata dhe prokuroria nuk mund të shkelin në territorin tjetër? Fare, sepse nuk është institucion i zgjedhur, Po? i votuar, Po? dhe nuk mund të marri masat të tjera represive që bjen ndesh me kushtetutën. Kushtetuta, një sekond i dritë. Ka një marrëdhënie, mos më ndërhyes, mos më ndërhyes. Një sekond apo, një sekond. Po mirë, një sekond, një sekond. Ka një marrëdhënie. Drejtori e RSH-s pse ka arrestuar spaku? Sepse është funksionar publik. Po kjo çfarë? Sepse ky është funksion kushtetues. Cili është funksion kushtetues? Ministri. Cili është funksion kushtetues? Pjesë e kabinetit. Tani do të priti minutë. Të kujtohet kur u pezulluar drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, që është me mandat 4 vjeçar, kurse këta ndryshojnë gjatë rrugës. Patjetër. Kurse një drejtor policie ka mandatin fiks dhe shkarkohet vetëm kur bën shkelje të rënda dhe e pezulluar nga detyra drejtori. Për këtë, për Gledisin. Për Gledisin. Jo, thëm për atë tjetrin para Gledisit. E mban mend ti për kanë arrestuar guvernatorin e Bankës Shqipërisë, për pajisjen insikeqër që u kap në... Shiko, më duket... Shiko, ne po ecim gjithmonë në mendimin që struktura e posaçme sot mund të nxjerrë çdo lloj... Jo! Pse nga struktura e posaçme? Gjykata më vlla. Një sekond. Ore, se ka bërë struktura e posaçme. Ore, a kuptoni se çfarë precedenti tani? Ne po diskutojmë precedentin. Çfarë precedenti? Precedenti është nesër ngrihet një prokuror, i cili nuk është fare i zgjedhur nga populli. Ne kemi lënë ne të drejtë. Një sekond, e ke lënë ti, se ke lënë ti. Edhe ja ka lënë kushtetuta. Atëherë po nuk ka të drejtë pa kërkuar. Po në Maqedoni që u arrestua prokuroria e përgjithshme? Po në Maltzi? Prokuroria e përgjithshme është tjetër shumë, po nuk po flas për ministrin. Si që ka gjë tjetër, mo. Një ministre ne e pas mi votuar i para një në Maqedoni funksioni dhe delegimi kushtetues ishte ndryshe. Si ka mundësi populli shqiptar votu ka po të votojmë ne me 83 mandate dhe ti të shkosh me kabinetin qevetar të vjetësh në atë ditë edhe s'pas ka drejt të bëjmë po flasim ku jemi. E para njërë mund të ka shprehur, nëse kryeministri, të lutem një pyetje. Nëse kryeministri i Shqipërisë tradhton interesat kombëtare, i tradhton nesër. Patjetër, shkarkon kuvendi, automatikisht, po. Kush duhet të veprojë më një herë për ta ndaluar? Të lutem, lere ca të mlidhet kuvendi. Ja kuvendi nuk e shkarkon. Nuk e shkarkon kuvendi. Një minutë të lutem. E përcakton kushtetuta për këto veprime. Si. E përcakton kushtetuta, ke kustetut. Kur bën shkelje të rënda në cënimin të sovranitetit. Mblidhet parlament, nuk do parlamenti. Po nuk e votojnë, deputetët socialistë nuk e shkarkojnë kryeministrin. Po mirë, e quan krejt normale ti thuash institucionit të drejtësisë, bëni punën tuaj, hynë çdo lloj ambasadori. Ja një sekondë, po ta mbaroj, jo vllajnë. Pyetje. Zëvendës kryeministre nuk është deputete. Morim rastin që nuk është deputete. S'është deputete fare. Është prap funksion kushtetues. Edhe nuk shkarkohet. Jo. Po mirë të marrim Erion Velian të bëjmë zëvendës kryeministre. Erion Velian e parashikonte ligji, sepse nuk e ka të përcaktuar për kryetaren e bashkisë. Ore kam një pyetje. O zotri, me përjashtim ato nuk i kanë hequr atributet e deputetëve. Fare. Edhe një. Po pikërisht sepse ne kemi ca mbi vendosje edhe kemi goxha kaos për sa i përket pjesës së procedurës. Po ta shikosh, ne nenin 242 nuk e kemi të përfshirë kur fillon hetimi dhe çfarë gjykon gjykata GKK-ja. Ja një sekond. Dhe neve kemi një kaos për sa i përket pjesës së procedurës. Ka vakum kjo,
sepse... Fare, më asë si vakum, s'ka shë qartë fare. Po si më që ka Tani tani o Mondi, tani dëgjo, janë mbledhur baballarët e drejtësisë dhe kanë bërë këtë ligj. Tani mbledhni unë e ti nxjerrim vakume. Po çajm këto budalliqe o burr. Pse janë budalliqe? Nxjerrim unë e ti vakume. Unë e ti nxjerrim vakume. Ore, ti ke qenë funksionar publik. O zotri, ajo ka funksion kushtetues. O zotri, unë edhe ti nuk mund nxjerrim vakume për një ligj që e ka miratuar. Ore, një minutë. Po tjetër që ata më tani ç'a Po ti tani në nxjerr vakume. O shqip se një minutë të të diçka, për të marrë këto 6 vjet, sistemi ka dhënë problematika në vazhdimsi. Po i ka dhënë gjithë gjykatë kushtetuese. Ka unë praktikën gjykata lartë, ka dhënë probleme në vazhdimsi, gjë për të cilën që unë mendoj, sepse është detyrë e kësaj mazhorance dhe këtij parlamenti të riparoj. I ka interesuar. Po i ka interesuar. Tani në rast se mazhorancës i intereson, ne do ta lëmë mazhorancën ta vjedhë populli shqiptar nga mjesi ndar. Mund të jap një kafë me gojë ne mund të arrijmë çfarë do duhet. Unë po të them edhe një herë. Nuk po merre me hetimin. Jo se kemi gojë, kemi shkrim. Mori 10, e kemi shkrim, e kemi mesazh. Mori 70. Mondi, Mondi. Nuk ka me gojë, me shkrim. E ka lënë gjurmën në telefon. Mesazhet ta thash. Në qoftë se këto nuk të çojnë drejt asaj, për të cilën mund të kemi një indicje, nuk bën. Mondi. Shiko, po mirë të kuptoj. Të bëj pyetje. E mbani mend, po shumë e thjeshtë, o kryeministri, lutem. Një minutë se kryeministri i Shqipërisë 9 muaj përpara bërtiste i egzaltuar, i zemruar, edhe thoshte nuk ka punë kush me telefonin tim. Po mirë, në shumë normale. Këtë hall ka pas. Po mirë, mas kush me nuk ka të drejtë. Bajeni mend, fiksojeni mirë këta. Edhe telefonin tënd s'ka të drejtë askush ta marrë. Jo, prit. Sepse ti në te telefoni jot ke gjithë karrierën tënde, ke gjithë familjen tënde, ke gjithë miqësinë tënde. Dhe ai telefon tani të lutem, kryeministri i Shqipërisë para 9 muajsh kishte marrë vesh se çfarë kishte në dorë Spaku, bisedat e Belinda Ballukut dhe të vargësve të saj. Dhe e dinte që ishte përmendur edhe emri i kryeministrit. Dhe ndaj bërtiste në atë kohë që ne nuk ja dinim hallin, ai kishte hallin. Të rinte pjesa e ke sigur. Tani ajo është detyruar të bëjë. Ka një gjë. Ja ta mbaroj edhe këtë pjesën e fundit. Shiko, jemi ne që kemi institucione shumë të dobta dhe brenda drejtësisë ne na vin lloj diplomati nga institucionet ndërkombëtare të shteteve të ndryshme dhe hynë në strukturën e posaçme pasi bën takimet që është kategorike shkelje, sepse nuk mund të hyjë një institucion brenda prokurorisë posaçme dhe t'i thoj ju bëni detyrën, vazhdoni e tjera. Për cilin rast ke për ministrin e jashtëm gjerman? Shiko, të tërë që kanë ardhur dhe këta zotrin që janë sot në pushtetë dhe gjithë politika shqiptare thotë, ne jemi dakord, drejtësia të bëjë detyrën. Po kur drejtësia gabon, kush do mbaj përgjegjësi? Ka gjykat apeli, ka gjykat lartë, ka gjykat kushtetuese. Po ajo ka shkaktuar edhe një. Ka shkaktuar Indrit, lutem. Po si vendos ndryshe? Po ne pastaj ne të dy shikojmë ndryshe sa në gjyqin e burse ta thash edhe radhën e parë. Mos fol me këtë. Edhe e ka gabim sepse derën e Spakut e hap vetëm ligji. Dhe pikë. Ti që tu e ka gabim, si kupton që ka gabim? Ore ti arrin, si? Mi vendim gjykata apo jo? Kur del fajtor. Ore ka gabim Spaku thua. Jo ka gabim Spaku, more. Indrit, cili që kazusi që dohet toshim? Meri Edi Rama sot ka 83 deputetë zotri. Po. Meri Ilir Beqen e bën zëvendës kryeministër. Qa duhet bëjmë me tani, të nxirim jashtë ti? Po s'është kështu më, nuk funksionon fare kjo. Po pse nuk funksionon? Po ai ka mas sigurie, ç'a flet. Po mire, kush e pengon ta bëjë zëvendës kryeministër? Po jam e ke Erionin, ke presidentin Erionin. O zotri, kush e pengon ta bëjë zëvendës kryeministër? Po se bën mos se e ka kushtetuta. Sepse, ore pa e thot më kur një person. Po s'është i dënuar me vendin formës prerë, s'është? Si, po është një mas sigurie. Ç'a pastaj? Po dhe kjo është mas sigurie. Jo, nuk është mas sigurie. Po s'ka pengesë kushtetuese. Jo është mas. Po nuk e ka pengesë. Nuk e ka pengesë. Edhe njërë, kjo është një forme administrative, institucionale, por kushtetuese. Jeni avokat, s'është mas sigurie, heqja pasaportët?
Pasaporta po. Është mas sigurie, pra. Po tjetër ajo. Është person në mas Edhe një sigurie. pasaportë mund t'i hiqet kujdo. Mos i ngatro masat. Se pasaportën Dëgjoj lut, ajo Mondi, ka dorëzuar Mondi. Mos ngatro masat e sigurisë të cilat aplikohen duke I marrë të lutëm ta marrë fjalin. Mos ngatro masat e sigurisë për të cilat prokuroria dhe gjykata duhet I kërkojnë leje parlamentit me masën e sigurisë ndërsi, se masë sigurie quhet edhe bllokimi I pasaportës, edhe pezullimi I përkohshëm është masë sigurie sepse ajo mund të vazhdojë shantazhimin, prishjen e provave dhe inkriminim. Masa sigurie janë të gjitha masa sigurie. Edhe ja është masa pezulluese. Masa sigurie për procesin. Masë sigurie për procesin e hetimit. Lutem shumë. Ore, Jonaid Myzyri. Flasën toj se s'ka folur fare. Jonaid Myzyri na e pezulloi spaku. Kush është ky? Drejtori prokurimeve. Po. Komisionit prokurimit publik. Sepse është funksionar publik, Marti. E ka votu parlamenti, se ka me merak kjo, e ka votu parlamenti edhe ka votu dhe sekretar. Parlamenti, që ka funksionar publik, e ka votu parlamenti. Por sekretar të KPP-s. E pezulloi spaku, asun dhe njëri fare. Nxorri dhe kamen kryeminist, pezulloi. Mentor. Kaq. Shikon. A shikon një ndryshim qëndrimi të Ramës do në këtë çështje në Balluku, deri më parë thoshte doon që kush ka ngrënë kumblla, kush ka ngrënë dardha, pra shpinësime, nuk po e thot më. Rama është... Dhe nuk thot më doon që PS-ja nuk bëhet zyra avokatie e dikujt. Marrun kumllat. Rama është qartësisht I pozicionuar, por në gjithë narrativën e tij këto ditë, ndërkohë që është kujdesur të thotë që nuk po I bëjmë presion gjykatës, por gjykata duhet të vendosi balancën, është treguar I kujdesshëm që të mos marrë në mbrojtje zëvendësen e tij, por të prezantohet I shqetësuar për balancat e pushteteve, pasi njëri nga pushtetet që është nën ekzekutivin ka ndërhyrë në kompetencat e ekzekutivit. Tani, shqetësimi është I drejtë në të dy anët. Mondi thotë që nëse prokurorisë dhe gjykatës si teket nesër të pezulloj gjysmën e qeverisë. Dhe unë them që po, ky është një shqetësim I drejtë. Por, gjithashtu, mund të jem po kaq I shqetësuar që nëse gjysma e qeverisë është e korruptuar dhe gjykata nuk ka fuqi për të ndaluar ata të vazhdojnë të bëjnë korrupsion. Kjo na çon tek një nevojë, se edhe debati që ka lindur nuk është thjesht politik. Teknik. Ka një nen në kodin e procedurës mbi cilin është bazuar gjykatësi, që thot mbrojtje kanë vetëm të zgjedhurit me votë, që është deputeti, kryetari I bashkisë. Kryetari I bashkisë, antari I Këshillit Bashkiak. Po, ta janë zgjedhur. Po ndërkohë në kushtetut ka një pikë tjetër ku thot vetëm për pezullimin nga detyra. Tani, unë them që çështja të mos shndërrohet në debat publik përtej dhe të mos konsumoj debatin publik që mund ta merrte kohën për të tjera probleme, pavarësisht se për çfarë I është drejtuar kryeministri, është drejtuar për të mbrojtur zëvendësen e tij, është drejtuar për të mbrojtur veten që të mos vi radha deri tek zyra e tij etj etj. Unë them që vajtja, dhe këtu janë dakord me Indritin, për te gjithë çfarë është mbrapa në procesin penal, sepse është e njëjta gjë, e njëjta në histori si në rastin e zotit Veliaj, ku procesi në gjykatën penale ishte tjetër gjë, betejë në gjykatën kushtetuese ishte tjetër gjë dhe ishte thellësisht politike. Shikoj të njëjtën qasje. Çështja në gjykatën penale apo në prokurori është tjetër gjë, ajo që po luhet në gjykatën kushtetuese është politike, por kryeministri do ta shes edhe si kushtetuese. Le ta ndaj gjykata kushtetuese. Është shumë e thjeshtë. Mbyllet historia dhe qartësohet edhe kazusi. Vulloset në mënyrë që nesër mos ngrihet askush me të thotë e çojmë këtu, e çojmë atje. Kjo histori mbyllet me vendimin e kushtetueses. Nëse gjykata kushtetuese e quan të drejtë vendimin e gjykatës GKK-s, vazhdon historia me pezullimin. Nëse nuk e gjykon të drejtë, prokuroria
nëse do të vijoj procesin, futet në rrugët e tjera. Po pse duhet arrim në këtë pikë? A mund kishte rrugë tjetër që të veprojë ndryshe, se ky është një precedent që ndodh për herë parë. Prokuroria të kërkonte për shembull heqjen e imunitetit. Heqjen e imunitetit. Pse ndodhi? Ose zonja Balluku të jepte dorëheqjen, ose Rama të shkarkonte, ta Kam shkarkonte. menduar që nuk janë nevojat për një Përse s'ka ndodhur nga këto Pse tre? ndodhi kjo? Pse erdhëm deri këtu dhe pse po bëhet i gjithë ky debat? Zonja Balluku është rasti i parë ku një zyrtar implikohet me drejtësinë duke qenë në funksion. Të gjithë të tjerët kanë shkuar në prokurori edhe Leon Belia. si isha. Po flas për qeverinë, po flas për Në qeverinë. detyrë është edhe. Po flas për qeverinë. Që nga Ametaj, e gjithë poshtë, janë larguar, janë zhgraduar politikisht. Madje kanë dorëzuar dhe mandatin e deputetit si disa punë kanë e dorëzuar kokës. mandatin e deputetit, janë abandonuar edhe nga partia dhe nga strukturat, dhe kur ka ardhur radha të veproj drejtësia, pasoja politike dhe tërmeti politik ka qenë minimal për të mos thënë zero. Dhe të gjithë këtë veprim, kryeministri e ka shndruar politikisht në favor, duke thënë që ja, drejtësia jonë Po pse pikërisht tani? Pse pikërisht me Ballukun? Zonja Balluku është në detyrë. Dhe është ndryshe. Aty përmendet emri i kryeministit dhe pse pikërisht. Është ndryshe. Ai kuptohet. Kur u vu zoti Ametaj në akuzë, Rama tha, ka qenë njëri. Isha unë, tha, prokuror, tha, më kejtë ta kishte. Ka ikur, tha. Ka ikur ka kotha. Ndërkohë, me zëvendësin në detyrë që është në zyrë, pasoja politike është tjetër gjë dhe nuk mund të thuash historitë e kumllave dhe dardhave. Kështu që unë mendoj që për tej arsyeve, drejtimin e kushtetuese është gjëja duhur për të shuar të sherrin dhe pas kësaj prokuroria ka rrugë tjera ligjore, nëse kushtetuesja do ta rrezoj vendimin, nëse do ta lënë fuqi, askush nuk ka pse të komentojë të akuzojë kanat e mojë. De facto Rama e ka ekzekutuar vendimin, thotë. Se ekziston dhe mundësia nëse ta zbaton dhe vendim gjykate? Po si njëri që bëhet ndritare janë 10 muaj. Edhe njërë, de facto ai e pranoi vendimin e gjykatës. E pranoi. Edhe zonja Balluku e ka pranuar vendimin e gjykatës. Problemi është që a ka të drejtë GKK-ja të mua të më orientoj dhe të zbatoj këtë vendim gjykate, ju drejtua gjykatës kushtetuese. Pra, sipas ligjit është në rregull dhe kushtetues është në rregull. Tani, ngjerë se çfarë do bëhet nesër. Pjesa tjetër që thatë ju e prekët pak më parë, që ishte pjesa do kërkoj të shkojnë në parlament. Gjëja kryesore është që të vesh në parlament, në qoftë se vete për të kërkuar imunitetin. Të kërkuar imunitetin, të kërkuar një masë sigurie, do vesh me dosje, do vesh me prova, do kalosh filtrin e komisionit mandateve atje. Po çfarë filtri është filtri politik në do kalosh në një ballo, shiko, kështu me muhabet e kështu. Po pse më çfarë filtri po edhe sa një tahiri nuk i dhan autorizim për kontroll banesë. Ne kemi parë te komisioni mandateve që është bërë debat, te cila është prova, ku është kjo, ku është ajo. Se dhe Sajmir Tahiri ndi e nise për grup të strukturar kriminal edhe përfundoi me shpërdorim detyre. Gjë që nuk isha as kompetenca atëre. Ore, këtu për të dënuar, të dënojnë kota për tani që më thoi kota. Ishtë dënu si ministrë, shpërdorimin detyre si ministrë, si dënojnë kota. Ore, qa lidhje kishe shpërdorimin detyrës në këtë rast? Ka bërë kurs paku, ka bërë kurs, kërkon të dënojnë për grup të strukturuar kriminal. Për trafik ndërkombëtar dhe narkotike. Ka bërë rekurs. Një sekond, të lutem. Është gjykat lartë. Pse për gjykat? Avokat, të lutem. Ka përfunduar rekursi. S'ka përfunduar, jo. Se pari... Ka përfunduar rekursi. Ore, kanë kaluar vite. Po jo, pra nuk është shqyrtuar koma gjykat lartë. Bëjmë një marrëveshje që ta lejmë njëri tjetrin ta marrojmë fjalën. Kur ndërhyjmë të rrimë le, të lutem. Shiko, bëjmë garë këtu me njëri tjetrin. De facto dhe de jure, nëse kryeministri do t'i përmbaj betimit të tij, që ka thënë që Partia Socialiste nuk merr në mbrojtje asnjë person që abuzon me detyrën e shtetit, kryeministri duhet kishte zbatuar vendimin e gjykatës, duke nxjerr urdhrin e qeverisë, vendimin e qeverisë për pezullimin nga detyra të zëvendës kryeministrës në zbatim të vendimit të gjykatës së kundër krimit dhe korrupsionit. Dhe pastaj,
pasi të nxirrte këtë vendim, shqiptarët do të kuptonin që ne kemi një kryeministër dinjitoz që nuk pranon t'i hanë të varësit e tij kumlla dhe dardha pas shpine. Por kryeministri i Shqipërisë, Joni, që i kemi dhënë kaq e aq vota, që nga me të vërtet burr shteti, që nuk mbron as zëvendësen e tij në raport me abuzimin me detyrën në kurrizë. Ai thotë unë mbroj kushtetutën. Unë thotë nuk lejoj që muri i Darës mes pushteteve të krijohet kjo vrim kaq e madhe që prish ekuilibrin institucional në Shqipëri. Jo, nuk i prishet ekuilibri, i forcohet ekuilibri. Ju kujtohet çfarë thonin shqiptarët dikur, që thonin po qese do kishte vepruar ndryshe Sali Berisha, atëherë kur ndodhi 21 janari, pas 21 janari, do ishte bërë baba i kombit, sepse do kishte pastruar politikën. Sot aktualisht po diskutojmë, nëse kryeministri i Shqipërisë me të vërtet nuk e ka atë hallin e para 9 muajve të telefonit me telefonin dhe me telefonat, që bërtistes që spaku s'ka punë me telefonin tim, sepse kryeministri i Shqipërisë nuk e ka informacionin si ti dhe si unë, dhe si ne të gjithë. Ka informacione të gjithanshme. Qoftë edhe nga brenda spakut i shkojnë informacione, edhe nga brenda GKK-s. Ai e ka ditur se çfarë materiale dhe biseda ka nga telefoni i Berberit me Ballukun dhe me kryeministrin. Dhe e ka ditur shumë mirë, prandaj dhe ishte në hall në atë kohë. Tani ai ka 9 muaj që ndërton strategjinë në konsultim me juristët më të mirë që ka në dispozicion për të mbrojtur në raport me çështjen Balluku ose çështjen Berberi, po themi. Por, nëse ai do ishte me të vërtet i hapur, ashtu si tregohet Babaxhan, le të nxirrte vendimin e qeverisë për pezullimin nga detyra, se fundja fundit ka plot njerëz që e bën detyrën e zëvendës kryeministrës, se vetëm Balluku do e bëj. 6 vite ka zëvendës kryeministër. Po është vullneti i tij me atë. Po vullneti i tij nuk përputhet me ndershmërinë në punë, sepse fakti që ka minimumi, po them unë minimumi, 10 mesazhe. Se ka mbi 2000 mesazhe që ta dishti. Qa mesazhe? Po ka mesazhe që nga më të habitshmet. Dhe unë e kam thënë në këtë studio, por në një emision tjetër, në këtë ambient, kam thënë, nëse do të arrijë Shqipëria të bëj gjyq publik, gjyqin ku është implikuar Balluku, pra gjykata e krimeve të rënda ta bëj gjyq publik çështjen ku janë implikuar në 13 koncesione dhe... Gjyq publik tingëllon pa keq donë. Me dyert hapura, me dyert hapura. Si gjyqet e Josif Pashkos donë, po. Dëgjoj. Ndosha do të thoshit me dyert hapura. Jo. Kur them publik, të bëhet me dyert hapur, ta marr vesh publik. E qartë, me dyert hapura, okej, po. Po unë nuk thash që jo, po të shkojmë në kooperativë bujqësore, të kemi kooperativat. Thashë të vatre kulturës aty shoku Josif. Të bëhet publikisht. Dëgjoj, ju kujtohet si transmetoi çdo seancë gjyqësore ngjarja 2 prillit, pavarësisht se si u... Ai s'u bë pastaj... U bë skandal, po si u bë, thash. Po s'ka nevojë të transmetohet me megafon, mjafton që në pikpamje të transmetohet. Sot, ju lutem shumë, sot ka sa të duhesh se e marrin sekuencat dhe i hedhin në portale, në rrjetet sociale nga më të ndryshmet. Unë e kam për transparencën, nëse duam të bëjmë transparencë, në raport me çfarë është bërë ekonomisë shqiptare nga grupi Balluku. Çfarë është bërë? Jo, ai Balluku i parë, jo, nga ky grupi tjetër. Sa i nojt dele më shumë s'pas. E kupton? Ne do të kuptojmë qartazi se ne nuk kemi patur qeveri për të na qeverisur. Unë të thash 2000 mesazhe, po janë më shumë mesazhe. Që përmendet emri kryeministrit, emrat e ministrave, emrat e të gjithëve biznesmenëve, pa përjashtim. Dhe e keni parë ju që këto ditë po zvoglohet edhe, se e thehet në fillim, po zvoglohet protesta. Belinda Balluku ka blerë dhe gjysmën e opozitës. Që të heshtin, që mos të ketë protesta masive, që mos zi Shqipëria. Se për një kaset të sajuar në atë kohë, para 14 vitesh, për 700.000 euro u doq Shqipëria, u shkatru kryeministria, u bë gjithçka. Sot në një koncesion luajnë 82 milion euro. Gjitha u vran 4 veta. U vran 4 veta, po këtu është vrarë gjithë Shqipëria. Se ka nikur shqiptarët pikërisht se këto e vjedhin çdo ditë. 82 milion euro luhet në një koncesion.
Kryeministri Rama na ka thënë 430 milion euro incinerator, për incineratorët nuk ekzistojnë askund. Pra do të thotë që është e vërteta e 430 milion euro, që nuk ekzistojnë fare. Zgjedhjet e pushtetit vendor i ka startuar në oborrin e inceneratorit Elbasanit, kryeministri i Shqipërisë. E dini ju që ai incineratori i bukur me obor të bukur të lyer me vizime, më thatash, sot është kosh plerash? Pra se masi dështuan, i këthyn në kosha plerash. Dhe mu më linda drejta të thëmë 430 milion euro janë vjedhë komplet. Se së është bërë asgja. Edhe këto koncesionet tjera me ka 1.3 e 1.2 miliard euro që i kemi për rrugë, edhe këto rrugët që kanë ra, jo rrugëve, po kanë ra ngremin, se Rama në 2013 erdhin pushtet me sloganin Sali Berisha e ka lënë rrugëve, kurse sot rrugët e qeverisë Rama 2, Rama 3 dhe Rama 4 kanë ra ngremin. Dhe atëre mu më lindë drejta që këto kanë ardhën pushtet për të vjedhur. Dhe prandaj dhe unë e kërkoj që të bëhet gjyqi me dyert hapura, që të marrin vesh shqiptarët që ka bisedu Balluku për Ramën, që ka bisedu Rama për Ballukun, dhe që ka bisedu Berberi për të gjithë këta, se prandaj i ka transferuar mesazhet nga telefoni vetë të telefoni bashortës, që ti ketë të ruajtura në një telefon të sigur. Se ka kënduar Berberi? Si? Ka kënduar në thonjza Berberi në gjatetimeve? Pa tjetër. Ka kënduar, para se të këndoj, a i ka depozituar gjithë mesazhet që ka biseduar me Ballukun, i ka quke telefoni bashortës. Mira, është tjetër gjë, i ka pasur kështu si valbur sigurese. I ka pas portofol. Por ka filluar të tregoj shokët, le të themi? Atë e din spaku. Qartë. Unë besoj që po. Madje janë dhe 2 personat tjerë, shumë të rëndësishëm, në procedurën e vjedhjes, që kanë folë me sinceritet. Dhe qa kanë thënë? Kanë thënë që kemi qenë detyruar. Po e vërtetojnë dot që kanë qenë detyruar? Të njëjtën gjë, si? E vërtetojnë dot që kanë qenë detyruar? Po të mbajmë përgjegjësinë, sepse ato fakti që kanë pranuar funksionin. Janë edhe 2 zonja, janë 2 femra, të cilët janë marrë drejt për së drejti me hartimin e dokumentave me urdhra të detyruar nga e prorët e tyre. Shiko, se këte e kam dëgjuar shpesh këte çështjen e të penduarit, kur ishte në ato muajt e parë të arrestit edhe për zotin Velia, i thoshin ja të pëhet i penduar, plasi, pyet tjerë. Shiko, historia e korupcionit... A i ty ka një mentor donë, sepse që njëra që i morën celularin të shkretës, edhe në vend të jemi në një iPhone 6 meta të fundit, i dhanë një iPhone me 100.000 lek të vjetra donë, edhe donin të zhduknin provat mentore edhe... është tjetër gjë. E kupton donë kuarin dhe takmaja? Jemi një iPhone 6 meta donë. I penduari bën punë tek krimi organizuar, trafiku i drogës, vrasit me pagesë, ku nuk ka kontrata, s'ka firma, s'ka letra, s'ka transferta bankare, s'ka zgjë për gjëje dhe një i penduar është thesar për prokurorin, sepse... Unë nuk thash është penduar. Unë nuk thash është penduar, unë thash ka folë. është rëfyë. Në rastin e historive të korupcionit, e para, përgjegjës për firmën është ai që e hedh. Nëse e prori, zotri, kërkon firmos një gjë ti, sepse dua unë, o firmose dhe mbaj përgjegjësit, o ik, nëse detyrojnë të bësh një gjë të palishme, ose merr përgjegjësi qytetare dhe denonco për atë që po të kërkojnë të bësh. Tani, të shkosh atje dhe të thuash që unë kam nënshkruar ca kontrata, por i kam nënshkruar sepse më ka thënë me mesazh pa mesazh, me gojë pa gojë, drejtori im apo zëvendës ministri apo ministri, këtu është tjetër histori. Ndaj njeriu, kur merr një detyrë shtetërore, i di mirë kompetenca. Në këtë rast, si ndodh të donë me dëndon? Kështu që, për ta përmbyllur, në këto histori, nuk ka nevojë shumë as për të penduar, as për bashkëpunëtor. Në historitë e korrupsionit, ka kontrata, ka letra, ndiq kontratën, ndiq parangu ka shkuar, s'ka nevojë të thotë drejtori që tenderi shkoj këtu apo shkoj atje, se të shojnë letra. Vetëm një fjali. Ka një problem. Këtu është provuar katërcipërisht nga bisedat, sepse janë të shkruara nga telefon, që tenderi dhe koncesioni nuk është shpallur, nuk është firmosur dhe nuk është shpallur pa i dhënë urdhër zëvendës kryeministri. Në një kohë ku nuk e kanë në tag, nuk e kanë të drejtën e saj, nuk e kanë në kompetencë. Pra, çka do të thotë që
Zëvendës kryeministrja ka bërë ndikim dhe ka detyruar të përzgjidhet koncesionari ose kompania fituse. Pra me urdhër, nxirre mos e nxirr, jo po zvarrite, jo po punë e madhe, jo po shtyje dhe 3 ditë. Po mirë, që të mos bëjmë garë, kush e ka më shumë pjesën e fajt. Po ai drejtori i nivelit lartë që ka një administrat, që ka një zyrë juridike që përgjigjet për të kontrolluar dhe filtruar ligjërisht çdo procedurë që ndodh në institucion, kur mesazhet thoshin që hiqe këtij veje atij, thoshte po, e do tani, sonte po deshe, që tani se s'pyesun. Tani ky zotria, ky nuk ka përgjegjësi administrative, është drejtori i nivelit lartë. Po mos harro. Dhe ky për çdo firmë që duhet të hedhë, duhet të emëruar, e kishte paralemruar që nuk do të kryesh asnjë punë pa u konsultuar. E mbani mend Është një marrëdhënie që është kërkuar shtyria e tenderit. Unë kam lexuar atë materialin 48 faq, me ato biseda të cilat thot Shemsiu, dhe marrëdhënia ngelet për të sqaruar nga organi i akuzës që deri ku shkon ajo për të cilën mendon ajo. Ai sa ka dalë. Një sekond. Është vetëm përgjegjësia e atij që ka firmosur apo dhe atij që i ka dhënë një urdhër qoftë edhe të padrejtë. Shikoj, po e marrim në themel këtë historinë. Marrëdhënia për shtyrjen e tenderit është që të marrin sa më shumë pjesë operatorët. Kjo ka qenë historia. Dhe në qoftë se kjo u ka ndikim, është tjetër gjë. Marrëdhënia e kësaj në këtë pikë është administrative, flitet për një pjesë administrative, shtyrja e një tenderi për pjesëmarrje operatorësh në një kohë të caktuar. Marrëdhënia tjetër është kush firmos ka një autoritet që shpall datën e tenderit, e garës, operatorët gjithë paraqesin letra sipas kritereve që para kushtet të cilët ka kjo garë. Pra tenderi është anulluar që të merrnin pjesë sa më shumë operator. Pra që të rritej konkurenca, ndërkohë konkurenca siguru ul se edhe një herë, kështu thot letra e përgjimit, merre lexoje dhe po ta shikosh, e ka këtë pikë që të masivizohen operatorët tani. Ka ndikim se do ta marrin tenderi para i dyti. Ne po flasim për të dytin, Të dytin, po nga i pari që ushtun 50 milion këtë i dyti, si ndodhi? Po nuk po flasim për të 50 milion, ne po flasim për tenderin si fillon gara e tunelit. Foli të gjitha. Po ta flasim, mos më intereson kjo pikë fare. Ne po flasim pjesën e procedurës. Ti me të vërtet i avokat, po Balluku nuk të përzgjedh dot avokat. Nuk të merë. Se nga tron këto gjëra. Po të garantojnë që s'të merë. Edhe njërë. Nuk të merë. Ore s'bukurohe sa të duesh, nuk të merë Balluku ti. Ti prap nuk Nuk të merë Balluku se s'ka besim këtë ti. Të garantojnë unë, Mondi. Po mirë, më letë më të këtë. Mosu. Edhe njërë. Besimi. Po qa mundosh ta zbukurosh? Po jo më njësë. Edhe njërë. Po nësë mund ta bëjnë të zesën të parë. Po nuk është shtyrë për këtë punë, më vlaj, dashur. Po qa shtyrë? Po si që ke lexuar ti, kam lexuar edhe unë. Po qa ke lexuar? Nuk është kjo? Jo. Po si nuk është kjo? Po s'është e vërtet. Qofse do ishte ajo, do ishte shkelje vetë. Po s'është pra. Ja pra kur të mbyllet emisioni, ne po i morrim atë bisedën 48 faqesh, e hapim germ për germ, edhe po që kështu, Mondi, unë nuk vima në emision. Po qa lidhi ka kjo me që thostis vi unë? Po se me të vërtetën... Ore, edhe njerë, ku është pjesë administrative. Iqi sizet e avokatit dhe diskuton panel pa sizet e avokatit. Edhe njerë, këtu është pika... Edhe njerë, këtu, sa për t'jeni... Këtu s'ka vjedhe, Mondi. Këtu s'ka vjedhe fare. Ku i ke parti 5 milionët që vidhen? Po pra... Këtu këndari sikur po mbroj unë këta. Mos më intereson fare. Po thuje pra s'ka vjedhe. Ti edhe njerë, ti the radhën e parë që hekurat janë vënë mangut. Tani, imaginon do... Jo, s'kam thanë. Jo, s'kam thanë. S'kam thanë fare. Këtë mos e gënje publikisht. Kam thanë. Nuk u bën dy ura. Zotri, jo, Mondi. Kam thanë kështu, tekstualisht. Kam thanë, jemi në diskutimin e hetimeve që ka bërë Spaku vetëm për shkeljen e procedurës së tenderimit. Kur të kthehet hetimi, kur të vazhdoj hetimi, pse mungojnë 2 urat? Dhe kur t'i kthehet hetimi tek deklarata që ka dhënë eksperti, inxhinieri, supervizori grek, apo gjerman, apo italian, grek më duket sa është, dhe besoj se jam i sigurt, që ka thënë që
rezulton që edhe qeliku dhe hekuri nuk është përdorë në raport, po unë për këtë nuk jam siguri se nuk jam ekspert, por unë kam lexuar vetëm atë materialin, ai është hetim mbi shkeljen e rregullave dhe procedurave të zbatimit të projektit dhe të cilësisë së projektit. Kush ma përgjithësi për ato? Atë do ta mbaj supervizori që ka lejuar ja, kryer punimet dhe kolauditatori. Bravo. Po pikërisht në këtë. Po nuk e kam thënë unë këtë. A është certifikuar ky? Të lutem. A është certifikuar kjo? Kur të më thuash mua se ti ke thënë 2 hekra mangut, atëre. Po ne kemi qenë bashkë auditorit. Po nuk kam thënë unë jo. Kam cituar. Ne kemi diskutuar. Kam cituar inxhinierin në raport me supervizimin. Ne kemi diskutuar në një emision tjetër të këtij kanali televiziv. Këtu kemi qenë. Po unë kam thënë se ka filluar. Tani shikom. Tani këto gjëra mua nuk më interesojnë fare. Ne po flasim te pjesa e fillimit. Zonja Balluku, nëse do kishte një vepër penale, të garantojnë që struktura posaçme nuk do ta kurcente. Përveç kësaj që ka nisur. Në rregull? Sepse ne dim shumë mirë se si vepron struktura posaçme. Por marrëdhënien do ta vazhdoj në hetim. Kështu që edhe pjesa jote që the, është pjesa tekniko-financiare. Do merret projekti, do shikohet zë për zë, etj. Po se kemi diskutuar sepse nuk ka dalë problemi i hetimit akoma për zbatimin e projektit. Deri tani unë kam thënë, Mondi, kemi të bëjmë me shkelje të procedurës në tendra. Bravo. Kemi diskutimin që hyrja e në mënyrë kategorike e para nuk ka ndalur asnjë material mbi zbatimin e projektit, cilësinë, supervizimin dhe kolaudimin. E kam thënë germ për germ. Madje, unë kam patur informacion që nuk e bëj dot publik, edhe për çështjen e sigurisë së tunelit. Kam patur informacion që ekziston në hetim. Kam patur ashtu siç ka probleme me tunelin e Murrizës, dhe këta kam deklaruar publikisht që jam i mirë informuar dhe kam një material në telefon. Nuk e kam nga banorët e Zallbasarit, as të Murrizës, por e kam nga një person tepër i specializuar në raport me tunelet, në raport me strukturën gjeologjike të tokës, sepse zona ku është bërë tuneli Murrizës, kam thënë, po në mision, është zona më erozive në Shqipëri, me rrëshqitje problematika, të cilat i ka reflektuar edhe në bazamentin e tunelit, masi është inauguruar sot. Po të shkojmë në të 4, të 5, të rrugtojmë, brenda në tunel, keca trampolina, që do të thotë që ka filluar rrëshqitje. Ka dhe tuneli Elbasanit. Ka filluar qedimi. Edhe tuneli Elbasanit, për të cilat këto nuk janë... Duket se ka krau i djathë. Këto nuk i zgjidhim unë edhe ti. Këto i du t'i zgjidhte i supervizori dhe kolauditori. Që të mos i lejon të vazhdimin e punimeve në një vend... A ka pasur studim gjeologjik aty? Absolutisht po ka ndryshuar projektet. Kjo është edhe problemi më i madh. Në të dy veprat ka ndryshuar projektet, sepse fakti që projektin ne kemi parë me ura, dhe sot nuk e kemi me ura, po e kemi me tumbino dhe me mbushje. Cili projekt? Urat janë në Dibër? Në Dibër po, në po flasim për... Për Llogara, po. Dhe e njëjta gjë ka ndodhur në rrugën e Quks-Qaflloq. Ka ndryshuar projekti në 13 kilometrat e fundit, dhe sot aktualisht ka ndodhur hataja. Kaq. Shiko. Se po merremi gjëra gjatë me gjëra që nuk janë pjesë e kësaj çështje dhe nuk janë fare në shqyrtim as nga ana e prokurorisë sot, mund të jetë hetime të tjera, situata të tjera. Është në 258 Kodit Penal që mund ta nxirrni. Unë jam i bindur edhe me ato që kam parë, edhe me ato që ka çuar Spaku në GKK si kërkesë, që ka dalë edhe komunikimi i akuzës, sepse kur merret e pandehur, presupozohet që Spaku, të paktën atë vepër penale e ka marrë të mirëqenie që është kryer nga e pandehura. Dhe në këtë rast, vepra penale për të cilën akuzohet, dënohet në mazënimi nga 1 deri në 5 vjet burg. Po. Dhe për Spakun, dhe për ajë sa kemi ne, ajo vepër është e kryer nga zonja Balluku. Të paktën me ato mesazhe. Okej, pra je duke thënë çfarë pritet të shqyrtojë nesër gjykata kushtetuese dhe çfarë vendimi. Publicitet do ta vazhdosh me një pas publicitetit. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, edhe në këtë pjesë të dytë do të flasim për vendimin e pritshëm
nesër nga gjykata kushtetuese e cila po shqyrton një kërkesë të firmosur nga kryeministri i vendit zoti Edi Rama, i cili kërkon anullimin e pezullimit të zëvendës kryeministres Balluku nga gjykata e krimeve të rënda, gjykata e posaçme. Çfarë pritet të ndodh nesër? Çfarë shkohet në dhomë këshillimi? Çfarë ndodh nesër? Ta janë gjyqtarët paraprak, është një trup gjykuese e përbërë nga 3 gjyqtarë, të cilët do të vlerësojnë nëse kemi kazus kushtetues për të kaluar çështjen në seancë plenare, domethënë në seancë me të gjithë gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, që janë 8 aktualisht në detyrë. Mendoj që kazusi është shumë interesant dhe mendoj që duhet ta kalojnë në shqyrtim në seancë plenare, sepse është rasti i parë që ndodh në Republikën e Shqipërisë dhe mendoj që ka nevojë për ezaurim përfundimtar ligjor dhe juridik. Që dhe ne mos merrem me këto debatet në cilët secili jurist, çdo avokat ka opinionin e vet, ndonjëherë edhe një avokat ka dhe 2 opinione zakonisht, por kjo do t'i shërbente edhe kazusit edhe rasteve të ngjashme në të ardhmen. Siç ishte një rast shumë pozitiv ai me kërkesën e zotit Berisha. Po mirë, ka apo s'ka precedente në vendet e tjera, se ne nuk jemi një vend i izoluar, ne jemi një vend evropian. Jemi vend antar i Këshillit të Evropës. Një rast të parë, një moment i parë. Gjykata kushtetuese merr në konsiderat gjithmonë edhe kazut të ndodhura në shtetet e tjera, domethënë merr rasteve të ngjashme në gjykatën kushtetuese në Gjermani, ose në rastet të gjykatave të tjera të cilat ka vendosur raste të ngjashme. Por po të them, po marr rastin e zotit Berisha, i cili kundërshtoi masat e sigurimit. Gjykata kushtetuese tha dhe vendosi standard tani. SPAK-u nuk ka nevojë më të drejtohet parlamentit për masat të cilat. Po përse duhet vejnë në seancë që të 9 gjyqtarët ta shqyrtojnë kur ka precedent të tjerë në Evropë? Ka vende tjera antare të Këshillit të Evropës. Të 3 gjyqtarët e shohin kërkesën nga ana formale. A legjitimohet kërkuesi për ta ngritur këtë kërkim? A ka bazë kushtetuese kërkesa? A është e ngritur? A ka precedent më parshëm kjo gjykat? Më fal një sekondë. Por nuk i ka konsumuar gjitha shkallët. A ka vendime të më parshme kjo gjykat? Kjo pjesa e kryeministrit është. A ka vendime të më parshme kjo gjykat që kanë bërë raste të ngjashme dhe ka marrë vendimarrje? Jo. Jemi në rastet sui generis, jemi në një situatë unikale që për herë të parë gjykata kushtetuese vjen një kërkesë të tillë. Dhe kryeministri është drejtuar gjykatës kushtetuese, ku thotë a ka ndërhyrje të një pushteti tjetër, siç është pushteti gjyqësor, në kompetencat e mia si pushtet ekzekutiv apo jo? Është kazus shumë i bukur për të trajtuar. Edhe unë si jurist jam, domethënë është kënaqësi e madhe për të dëgjuar dhe për të studiuar një kazus të tillë. Është Po mirë, nëse vjen një kërkesë dhe thotë dojnë që i drejtojmë gjykatës kushtetuese për të ditur nëse dielli do në toka rrotullohet rreth diellit apo jo. Po i thot ajo, o zotri thot, toka dihet që rrotullohet rreth diellit. S'ka pse ta çoj unë në seancë. Jo çdo njeri mund ta bëjë atë. E ka përcaktuar ligji dhe kushtetuta se kush mund të drejtojë. Kryeministri është një nga ta. Një kryeministri është një nga organet kushtetuese që mund të drejtojë direkt gjykatës kushtetuese, siç është dhe presidenti. Ose një pesta e deputetëve gjitha me radhë. Në këtë rast, kemi realisht ka një pjekuri të institucioneve publike, ku vendi gjykatës kushtetuese më në fund, edhe nga palët po detyrohet të respektohet, por edhe vendimarrjet e saj kanë treguar që kanë qenë pavarur rastet më parshme. Siç do të thotë, që lanë fuqi masat e vendosura nga GKK-ja dhe SPAK-u për zotin Berisha, që tha për detyrim paraqitje dhe ndalim jashtë vendit nuk ka nevojë për miratim parlamentit, por tha ka. Çfarë ndodh nëse janë 8, çfarë ndodh nëse ndahen? 4-4 nuk ka vendimarrje. O avokat. Çfarë do thotë? Rrin fuqi vendimi i GKK-s. 4-4 një problem tjetër. Domethënë, ja shpjegoj. 4-4 nuk kemi vendim. Që do të thotë vendimi i GKK-s dhe ngjelet fuqi dhe quhet kërkesa e pashqyrtuar. Nga ana e por mbetet në fuqi. Mbetet fuqi. Po varianti tjetër. Nëse gjykata kushtetuese do ta hedh poshtë në pikpamje të kushtetutshmërisë vendimin e GKK-s. Po. Nëse zullumi i qeverisë në raport jo me fajsin, se fajsia mund të na vijë mas 10 vjeçne, varet se sa zgjatësin gjyqet. Mazhoranca e ka të kalkuluar pushtetin e vet dhe e pranon nivelin e korrupsionit dhe
kë praktik do të ndiqet me kretë ministrat që implikohen veprimtari korrupsion. I bie që Spaku të hetoj me ministrin në detyrë, të ngrej akuzën, të komunikoj akuzën dhe të bëj gjyqin duke qenë ministrin në detyrë. Ja, do kërkoj të hiqet imuniteti për shkak sepse ka... Në rast se do kërkoj mas tjetër sigurie. Ta marrë pyetjen deri në fund, ai kërkon mas sigurie dhe kërkon të hiqet imuniteti sepse niveli i korrupsionit dhe provat që ka nuk pranon mazhorancë. Se pranon t'ja heqë mandatin, vete në gjyq si ministër. Ose si deputet. Është në seancë gjyqësore i pandehur dhe ministri një kosë. Gjyqi mbaroi mas 10 vjeç. Po, merret nga karriga ministrit, futet në burg. O zotri, ajo ka ikë, mund të ketë rëra nga pushteti, dhe ajo... Por edhe në qoftë se është në pushtet. Ore ka vazhdu korrupsionin, vazhdon korrupsionin. Po, kjo nuk edhe një, që temi konkretani. Ajo nuk e legjitimon dhe pra, gjykata kushtetuse... Qoftë se i bën vazhdon prap, ai kryen vepra tjera penale, është diskutim tjetër ajo. Ka hetime tjera, vepra tjera penale. Unë kam të qarta, opinioni publik është që gjykata kushtetuese ose do vras qeverin hajdute, ose do vras Spakun dhe Gjokakor. E pushkaton. Shiko, ju po e diskutoni çështjen shumë teknikisht dhe thellësisht nga ana juridike. Zoti Prençi thotë që, okej, nëse gjykata kushtetuese rrëzon këtë, nëse prokuroria do bëj kërkesë për të hequr imunitetin dhe socialistët në shumicë, nuk do të votojnë. Pas kësaj, zonja Balluku do vazhdoj të bëj tendera me abuzime dhe do vi koha kur gjyqi penal të mbaroj mas 10 vjetësh që ajo ka vjetur akoma më shumë duke supozuar ose nuk është më fare të tyrë. Tani, ka një gjë tjetër, zotëri. Sepse këtë vend nuk e qeveris Spaku dhe Spaku nuk është përgjegjës për keq qeverisjen. Nëse socialistët nuk e dorëzojnë një nga antarët e tyre në parlament, kur prokuroria kërkon të hiqet imuniteti dhe çon prova të mjaftueshme për t'i bindur këta njerëzit. Se do relatoj vetë prokuroria atje më. Ky kolegu juaj ka abuzuar me detyrën dhe sërish këta bashkohen. Ta mbaroj. E ka mision më të vjedhin gjithë. Po dakord për... Dhe sërish këta bashkohen dhe brojnë njëri tjetrin, sepse si pas logjikës tuaj, sepse këta janë gjithë hajdut dhe shtrëngojnë në radhët dhe nuk e lëshojnë. Atëherë... Ne kujmë ka i zikë të situatë. Edhe një, pritë se kam një arsye pse lash të Zire fjalin punë. Atëherë, zgjidhja është politike, zotëri. Nuk i zgjidh Spaku gjitha halët tona. Si bëhet zgjidhja politike? Zgjidhja është politike, kjo mazhorancë ikën nga pushteti, zotëri. Po si ikën nga pushteti kur i blen votat të radhë për radhë? Po si ikën nga pushteti? E kupton ne presim që një forcë politike, të lutem shumë. Nëse gjykata e mbron, nëse këta nuk i pranon imunitetin e tjerë, tjetër do thotë që këta bëhen fal. Një forcë politike, ka një forcë më madhore se qeveria, është populli. Jo, populli s'ka gjandor, një forcë politike që investon për të shkatruar opozitën, sepse don me çdo kusht vjedhi. Po ti të kanë ra 10 ministra në burg, mo. O nuk i zgjidh Spaku. Ti mendon që populli ka votuar? Ran 10 ministra në burg, u zëvendësu me 10 tjerë. Çfarë ndryshoi? Po ti mendon që populli i voton? E hoqëm zonjën Balluku, nesër. Do vihet një tjetër. Do vazhdojt me njëjtën gjë. Çfarë fituam ne? Nuk i zgjidh Spaku. Spaku do shkon atë që abuzon. Nëse mbushet kupa, zgjidhja është politike. Zgjidhja është politike. Rotacioni politik. Nuk e bën Spaku rotacion. Ka thënë Altin Dumanit, ka thënë në parlamentin shqiptar, kur ka raportuar. Një ndër pikat kryesore që ka raportuar, që unë e kam fiksuar dhe ajo problemi, është asnjë institucion i ekzekutivit shqiptar nuk lufton korrupsionin dhe nuk përcjell asnjë çështje në Spak. Kjo është problemi. Sepse është kontrolli i lartë i shtetit. Jo, të lutem shumë. S'ka punë me kontrollin e lartë shtetit. Kontrolli i lartë i shtetit kanë nxjerrë raporte periodike. Ti duam i rrotullohemi çështjes dhe shkojmë ke zgjidhja. Çfarë
duhet të ndodhë, sepse... Po diskutojmë këto gjëra, vodhi, dorinë dhe detyrë. është shumë e rëndësishme, Ja ta them unë, më. nëse ne ndjekim logjikën që ky s'do e lejoj, ky s'do e lejoj, ky s'do e lejoj, në parlament do bëhen të gjithë bashkë, do mbrojnë njëri tjetrin, sepse pol shumë këtë do lëshojnë Mentor, çfarë do ndodhë të nesme, zotri? Ku do shkoj ky vend? Ku do shkoj ky popull? Ku do shkoj ky E ka mision, më nuk do të mirë qeverisë, do të vjedh. Morim hipotezën që do të vjedh. Tani, detyre opozitës politike është që këtë situatë, kur të gjithë hajdutët bëhen bashkë dhe nuk që njëri tjetër, ta shndrojnë në kapitalin politik. E është edhe opozita hajdute. Mentor. E supozojmë, atëherë të lutëm shumë. Spas ka të drejtë organet e drejtësisë, spaku dhe gjëkëgoja të dënë njerë. Juaj shumë dakord ka të drejtë, mërë. E supozojmë se gjithë klasa politike du të avjedhin këtë popull. Ka rrugësi dhe s'ka rrugësi. Në fund, unë mendoj dhe besoj që nuk e zgjidhë spaku ka në fund nevojë për zgjidhje politike, ka që është e gjitha. Diskutimi që po bënin, është edhe pjesa që kërkon strukturë posaçme tjera, flitet për një pjesë politike të sistemit. Është pjesa e politikës kjo që vendos, por shteti funksionon juridikisht, sepse ke kushtetutën, me ligje e menene, ke kodet e procedurave, ke kodet civile, penale, administrative, tjera. Shteti në funksionin e vetë është juridik. Pozicionet të cilët këta kanë sot, janë politike të cilët përcakton kushtetutën se si vete në atë post. Por përgjegjësia që mban çdo kush në postin që shkon, është ligjore. Dhe është në nivelin kushtetutës. Kush dhe ja jap përgjegjësinë ligjore pra? Pikërisht, shikom. Kush ja jep? Shikom. Ka një marrë, shiko, është opozita pra për që po flasim. Po ç'a opozita dëgjoj tani? Po pra, opozita do të ngrihet. Mondi, dëgjoj. Morim variantin që edhe majoranca dhe opozita vjedhin. Prito një sekond, duro. Ore, kjo është zgjidhja. Unë prandaj them që spaku dhe GKK-ja duhet me çdo kusht të mbrojnë shtetin dhe shtetin mbrojnë duke i penalizuar, duke i thotë mburg. Po prandaj dhe unë them që nuk du të gëzojnë mbrojtje as nga kryeministri dhe as nga askush. Në kushtetutë. Ore, në kushtetutë. Kjo është tjetër gjë, Gjukatat dhe gjukata në përgjithësi ka një status juridik tjetër. Po e dim në status juridik. Po mirë ma tani, një sekund, neve për këtë kohë që po flasim, se këtu ka një vit kjo situatë, kemi një përplasje të pastër të demokracisë me drejtësinë. Pra, kemi një demokraci në thonjzat të s'kemi demokraci. Të vënë themel neve. Po të kishim demokraci do të gjithë të ndërheqe, zonja. Dhe kemi një drejtësi e cila në shumë ere që po ecë në rrugë të cilat nuk i ka prekur dhe ajo vetë dhe është gjendur dhe ajo para të papriturëva se niveli jetimit në këtë raste duhet shumë profesional. Antikapin e prodhon politika për shkak të mbrojtjes që i bën njëri tjetrin. Se po të kishim demokraci, zonja Balluku do kështë dhënë ndërheqje që kur e more pandehur, edhe do kështë funksionuar shteti, edhe do kështë vazhduar qeverisja, sepse, o zotëri, është ndryshe të vendosish një çoban të ri, dhe ndryshe të marrësh atë çobanin, i cili ja ka kaluar delet ujkut. Prandaj dhe kjo të punë të rregullohen nga drejtësia, dhe për t'i hapur rrugë drejtësisë. I bie gru shteti, më di ashtu. Zotëri. Po i bie gru shteti kështu si thuat. Jo gru shteti, po bëjnë këta. Ky është gru shteti. Mbrojtja e hajdutëve dhe mbajtja në krye të qeverisë, po si funksionon. Nuk e funksionon. Ore me thuaj një vend në cilin vend të botës, një zyrtar i lartë i shteti, qëndron në detyrë me kryenëqësi, pasi është implikuar në këto veprime kriminale. Ma thuaj një. S'kemi një përfundim. Si s'ka një. Po pritëm përfundimin. S'ka një konkludim të strukturës posaçme që po hetohet kryeministri dhe po ngrihet një akuzë ndaj kryeministrit në ditët e vazhdimit pasi të thritet. Në një shtet ku polici futet në burg nga AMP-ja për 2000 lek dhe vjetra bakshish, dhe ku kryeministria dhe zëvendës kryeministra dhe ministria ose ministri nuk pezullohen nga detyra me vendim qeverie për një pazar të bërë në bisedat telefonike, ky është antikapi. Dhe unë këtu them, kemi antikap, nuk ka të bëj ma antikapi me qeverisjen, ka të bëj me drejtsin, sepse drejtsia në realitet
duhet ja njohim kompetencën që të pezulloj dhe kryeministrin, kur kryeministri shkel, sepse... Pikërisht u qëndron një moment... Ku qëndron shkelja kushtetutës? Pse kur vjedh nuk shkel kushtetutën? Po duhet faktuar edhe vjedhje. Ja këtu donë, sepse ka një argumenti... Unë do të faktoj duke mos qenë ti në detyrë. Ik nga detyra. Zotri, po tu t'ikish. Po shiko, para se të vesh ti të marrësh të mas për kryeministri, ja ta themu si është procedura tani, Po unë procedurën e di më vlla. Po mirë më ta shpjegoj unë tani, okay. Po unë se du të ma shpjegosh ti. Po mirë po ja them po nuk e du më të ma shpjegosh, sepse ti po ma shpjegon. Shiko, po e shpjegove duke mbrojtur po s'po mbroj njëri unë aty për gabim. Se pranoj. Ti bën gabim ti ashtu. Një sekondë, ndrit, mos të rry ndrit. Shiko. Problemi është ky, që provat të cilat ajo strukturë e posaçme që thua ti do pezulloj kryeministrin, duhet të vej tek apo do heqi ku diun mandatin, do çfarë do kërkoj, do ballafaqohet me komisionin e mandateve dhe ajo dosje të cilat ata kanë duhet të relatojnë dhe të mbrojnë Komisioni i mandateve dhe parlamenti nuk ja heqin imunitet. Paroj firmje. Po atëre ne jemi në një sistem totalitar. Politika ka një frikë shumë të madhe tani, zotëri. Zoti Berisha ishte pioneri i parë që çoi në gjykatë kushtetuese faktin që mund të ketë mas sigurie për deputetët në detyrë pa miratimin e parlamentit apo jo. Gjykata kushtetuese tha po. Gjykata kushtetuese ktheu përgjigje po. Vetëm me 2 masa që kërkojnë miratimin e parlamentit, thash arresti i shtëpisë dhe arresti me burg. Gjitha masat e tjera kontrolli banesës. Tani, ke gjithë kjo kast politike dhe mazhoranca në këtë rast, të gjithë mbrojtjen politike që kishin dorë, që ishin ato kartonat në parlament që mos i hiqte mandatin. Po kjo pra është. Dolën në një ditë të bukur dolën çuditërisht zbuluar. E të thanë, e dëgjuar Ramën që thot, ngritet një prokuror, thot, me një gjyqtar aty kokë më kokë dhe vendosin pezullojnë këtë duan. Dhe marrin një vendim që është ndesh me Këshillin e Evropës. Po kur të mblidhet me Këshillin e Evropës. Si është vendimi i Këshillit e Evropës? Se Berisha thot doin që Këshilli i Evropës nuk është shprehur fare, ky thot doin që nuk ka Venecia. Një minutë tani dakord. Venecia intereson. Dakord. Që të pranohet ky mas pezullon. Venecia institucioni i Këshillit të Evropës është, institucioni i posaçëm i Këshillit të Evropës. Ne do thonë, umblodhe një grup deputetësh, një minutë, te komisioni i mandateve, edhe thanë, vendosën sipas Ramës edhe sipas Mondit, që vendosën një grup deputetësh atë mandatit. Por nuk e di unë pse më merr mua ti si pikë referimi ti vëlla. Çuditërisht mazhoranca thonë se pa mbrojtur zotëri. Unë nuk mbroj, unë jam shumë opozitar se sa ty. U shprehet ti zotëri. Edhe një logjikisht do të flasim me parimin e këtij misioni që kemi. Unë nuk mund të vi tani të them që kjo është ashtu dërsa ligji e parashikon ndryshe. Zotri. Edhe një unë pas një grup deputetësh do mlidhen të autoritetin e imunitetin ne organet e drejtësisë kemi vrarë. Pse? Jo, ma nuk. Po i ke vrarë. Çuditërisht sot mazhoranca mbaj mend po funksionoj më së paku. Ja këtu do të jemi. Çuditërisht sot mazhoranca është e pambrojtur fare. Unë di që ka shumë vakume po. Dhe të gjitha të praktikë kushtetuese që kishin ndërtuar deri më sot, tregoj ka dobësira. Që ishte mbrojtja politike që mund t'i afronte çdo subjektit mazhorancës, sepse Edi Rama tha, është e fundit herë që unë votoj, tha heqjen e mandatit një deputeti. Apo jo, kur tha që mos merrni telefonin, po pse ç'a ishte ajo? Ishte një qendrim i qartë politik që juve nuk ju hap më derën, zotri. Tani vajt zoti Berisha atje për të vënë vetlla themi ne nxorri syt, sepse gjykata kushtetuese tha, vetëm 2 masa lejohet merret autorizim nga parlamenti, gjitha të tjerat me heqjen e imunitetin, fal ta mbaroj. Erdhe te rruga ime. Aman se kam të lutem, le ta mbaroj logjikën. Aman, se ti do 3 orë ta mendosh. Po 3 orë, po tani ç'a them tani? Do kohën vet. Ç'a thamë në fillim ne? Veprimet e mazhorancës dhe të opozitës janë për të vrarë drejtësinë. Janë bërë pishman që kanë votuar reformën drejtësi. Po nëse ne juristët duhet të pranojmë që mazhoranca dhe opozita e kanë drejt, atëherë ne kemi pranuar që vrarë drejtësi. Zotri mu më intereson drejtësia, mu më intereson politika. Të thash që momentin e parë as mazhoranca as opozita. Që Spaku ka vepruar drejtë për mua, masa e vendosur nga GKK-ja të rrinë fuqi. Është drejt. Sepse mendoj që gjykata kushtetuese të vendosin të lënë fuqi, që nuk ka pengesë ligjore, nuk ka ndërhyrje në pushtetin ekzekutiv nga ana e pushtetit gjyqësor me ka pezulluar ministri, çfarë thotë?
Po. Pezulluar ministri. Edhe apo hataja e madhe. Tani, Sa është pezulluar ministria, është pezulluar një hajdute. Pozicioni ministrit. Hajdute. tani, Pasim për pozicionin. Përfundoj. Pa këtë duhet të pra. Tani në këtë moment të gjithë struktura parlamentare doli e zbuluar. Spaku vete dhe pezullon ministër, zëvendësministër, këtë doj Spaku. Kryeministrin. Po dhe kryeministrin. Qofse ka vjedhur zotri. Një sekundë, Për tradhti. Pa tjetër. Qofse ka vjedhur, thot që qofse ti është zotri, më detyron mua. s'mund të detyrosh. Më detyron, jo, se Spaku i dha mundësi mos merr vendim tjetër. Pa ju drejtuar gjykatës. Thatë, kam marrë të pandehur për këtë vepër. Spaku, jo ma të më. O, zotri, po ti e di shumë mirë për çfarë vendoset pezullimi i një funksionari publik. Për çfarë arsye? Një sekondë Është masa tipike për ta hequr funksionarin publik nga pozicioni vet në mënyrë që ti të hetosh. Po pra, nga pozicioni cili jetohet, por problemi është tjetër kundë boti, ti prapa akoma vazhdon të pjesa që ne po ti po shkon pjesën e hetimit para prak, atë pjesën tjetër. Shiko pjesën, ka prekur kushtetutën apo jo? Po jo, kjo është historia. Jo, pra po të them. Po mirë, ma ti e mendon kështu. Ja, okej, të gjendojmë të kushtetuta, sepse flitet do unë ta shpreh. Ja, një sekund. Flasim do parimin universal të ndarjes së pushtetet. Po shëndarë pushteti, po. Janë të ndarë. Mirë po, do nuk duhet të ndërhyjnë tek njëri tjetri. Pushteti gjyqësor, do ka ndërhyrë si pas Ramës tek pushteti ekzekutiv dhe legislativ, duke marrë kompetencat e shkarkimit të zëvendës kryeministres. Apo jo? Po jo, më nuk kush e ka. Ndërkohë, po dalë më ta mbaroj kazusin, ta shtroj kazusin. Ndërkohë, mundet të ndodhë për shembull që, le të themi, e shkrin fare, më mbledh 93 mandate deputetësh, vendos nuk ka më spak. Jo, nuk ka lidhje me kjo. Nuk ka më spak. Në këtë rast, kemi ndërhyrje të politikës, të legislativit në drejtësi. Ata bëjnë çfarë të duan në qoftë se kanë votat. Edhe gabim ta kenë ata në qoftë se kanë votat, bëjnë çfarë të duan. Kjo është kompetencë ja jep kushtetuta parlament. Ata bëkan çfarë duan. Prit. Për një sekondë tani ne po flasim këtë që kemi. Tani nesër kur të kemi gjë tjetër, bëjmë tjetër. Problemi është tjetër kund, nuk e ndalon dot, sepse përballë realitetit ndërkombëtar, investitorëve të reformës së drejtësisë, është bërë një pakt për mos të ndërhyrë në kushtetutë dhe strukturën e posaçme në këtë nivel drejtësie të cilat ata kanë bërë. Problemi është tjetër kund, këtu po flitet për precedentin. Precedenti është që ti si strukturë drejtësie ndërhyre në territorin tim. Dhe këta je çojnë kushtetuese. Se me që po flitet shumë për precedentet dhe do në gjatë ditëve të fundit në opinionin publik kanë qarkulluar shumë raste. është një tabel, regjia tabelën një lutem. Rama thot do në që nuk ka asë një precedent, ndërkohë do në redaksia ka, për shembull rastin në Rumanis, Dan Shova, në vitin 2015, Ministri Transportit, mas ndalimi për ushtrimin e funksioneve publike, Elena Undrea, Ministre Turizmit, kufizim funksionesh, në 2015 dhe kjo, Rumani prap, Darius Valcov, Ministri Financave, ndalohet ushtrimi funksioneve publike, në Itali, Nuncia de Girolamo, Të lutëm. Dhe gjatë. Spostohu pak. Shtetet e Bashkimit Evropian kanë Jo, më lejoni donë se kam donë një shembull, një emër shumë të frikshëm në Francë. Kam një emër shumë të frikshëm në Francë, quhet Charles Pasqua. Ka qenë ministri brendshëm, donë në vitet 80-90, i ndrit ka qenë një nga njerëzit më të pushtetshëm. Njeriu donë hije. Hirësia gri e gjithë pushtetit të së djathtës në periudhën e Shirakut dhe më pas. Të lutëm. Dhe aju, po. Shkaku. Hetime paraprake. Pra është pezulluar nga detyra në hetime paraprake. Kurse kjo e jo një është marrë pandehur, zotëri. është një shkallë më lartë. Hetime financiare korupcion. I ke gjitha në fazën e parë janë pezulluar. Kurse zëvendës kryeministres së Shqipërisë, Spaku, e ka respektuar, e ka marrë në hetim, e ka paralemruar në zyrë, ajo nuk ka vepruar, e ka marrë pandehur, ajo nuk ka vepruar, pra si e civilizuar për të ndërheqje, dhe është detyruar Spaku, sepse ndërkohë që ata merrin në hetim, ajo vazhdonte bashkëpunimin, intimidimin, pengimin e hetimit
në funksionin e ministrës së mbrojtjes. Ndërkohë ka deklaruar që kur nuk do më shikoni mua duke sulmuar drejtësinë. Sepse e ka marrë detyrën Rama. Shiko, ajo nuk Po e është bën marrë. kryeministri, zotëri. Ajo ka respektuar ato. Po e bën kryeministri. Po e bën kryeministri. Mas palimit të ushtrimit të funksionit publik për marrim nga i pari atje. Po, dinoj nga këto raste për shembull rastet e para, Dan Shova, Elena Udrea, Darius. Marrim të parën. Po. Atëre. Kanë qenë të pezulluar. Nuk vendime ministeriale dhe dyshim për abuzim. Tani, po ta marrësh të BE-n, BE-ja ka 2 kushtetutë. Në BE, shtetet kanë 2 kushtetutë. Kanë të vendit vetë, kanë dhe kushtetutën e Bashkimit Evropian. Po të cilat nuk janë inkompatibël me njëra tjetër. Jo, janë të përputhshme ato. Po, pra. Këto element janë shumë të përputhshme, sepse aty varet gjithmonë se si e kanë kushtetutën dhe funksionen ato. Tani nesër neve do të mësojmë se si do të veprohet në një kërkesë të tillë që ka bërë kryeministri. Dhe ata do japin interpretimin. Por kjo masa për ndalimin e ushtronit funksionin publike, kjo është në bazë të raportit kushtetues që ka Rumania. Dhe Rumania në fillim, sa për t'jeni, e ka pasur, me këtë nivel hetimi, e ka pasur shumë të ashpër. Me kalimin e kohës, ajo u zbe. Dhe tani, spaku i Rumanisë, e di se është kthyer apo jo. Kë mund gjënë, si prokuroria e Kavajës. Sa është në gjë e mirë gjë. Shiko, ka një Ata bën ligje për ta shfuqizuar sekond. Politika e çfuqisë. Jo, të lutem mas qaron çik çfarë do se në Rumani aty don u bë një revolucion i jashtëzakonshëm. Në Rumani, ju e pat shumë mirë që u bën zgjedhjet paracakove dhe kushtetuta, një person që fitoi me 68%, e shfuqizoi, tha, ti do bëhesh president i Rumanisë. Dhe një sekondë, janë precedent të cilën janë një marrëdhënie kushtetuese, janë marrëdhënie kushtetuese. Aty janë lojrat me disë interesave amerikane dhe ndërhyrjeve Po ruse. këto janë dhe atje më aty tani çfarë Ata morën do arrestonin drejtuesen e një special Rumanisë, se nuk e thotë marrëdhënie tjetër. Kemi marrëdhënie Tani punon në Bruksel. Jo, më qëndro të Rumania, se kam përshtypjen që duhet ta njohësh mirë. A është e vërtet që aty ndodhi që u bën të gjitha... Çfarë të dira shka ndodhë? Autobus arrestonte. Po atë e dim në fillim, atje ka është bërë nami me nivelin e të korruptuarve. Por atje nuk ka parashkrim. Nuk ka nivel parashkrus në Rumani. Nuk ekziston parashkrimi. Edhe ta kesh bërë para 20 vjetëve, a i vind të arreston. Edhe kur ka qenë, për shembull, komuna e bashkira... Duket dhe Ilieskun që ka qenë president në 91-shin e morën... Nuk ekziston parashkrimi në atë shtet. Dhe prandaj ata... Po, është e vërtet që u bën të dyja palët bashkë dhe donin të shkrinë në spagun e Rumanisë? Jo, e shkrinë. I hoqën fuqin për nivelin e funksionarve kushtetues atje. Kjo ka qenë Rumani. Ata morën arrestuan prokurorët e posaçmit. Don që ti ke të drejtë e tosh, këtë të duash, jo neve, por ministrat dhe deputetët jo. Akoma se kupton. Jo, po përpiqem ta kuptoj sa më... Ministra, deputet, kryeministri jo. Politika vendos. A e di, kush zgjidhet, sot mund zgjidhet e një turm gomarësh që të vej në parlament, të drejtoj këtë vend, në rregull, dhe këta të bëjnë ligje sipas shefit. Dhe ti s'ke çaj bën. Të ndryshoj kushtetut, të ndryshoj ligje tjera. Është niveli politik. Ka një limit. Përveç etikës, përveç deontologjisë, ka dhe një, ndaj është check and balance, ndaj është dhe drejtësia. Ndaj është dhe drejtësia që ndërhyn. Sepse ata mund marrit deputetet të mblidhen dhe thonë, buxheti i shtetit, sa është mentor, është 9 miliardë euro. Po i fusin një të ndarë në një tjetër dhe... Se thuhet ligjvënësi. Po. Ligjvënësi quhet një mandat deputeti. Janë ligjvënësa ata. Ata e bëjnë ligjin. Është niveli se si është ndërtuar në përgjithësi pjesa e strukturës. Nuk është kaq bardhëzi kjo situatë, sepse nëse ky ligjvënësi bën këto që thua ti, ka një ligjvënës tjetër që nuk janë shqiptar, që quhet popull. Dhe populli del në rrugë dhe të vë flakën. Ky ligjvënësi, pushtetin që i ka dhënë populli, e shkel me këmbë, e shpërdoron, e shkel, e zhvat. Për cilën popull po fleti që do të dalin rrugë? Për ata popullin tjerë, pra thash, nuk janë shqiptarë. Tani, historia e spakut në Rumani ka 2 gjëra. E para, spaku u përdor politikisht.
sepse ishte një eksperiment i atyre që e prodhuan edhe në Shqipëri. Shteti parë që filloi. Dhe u ndoq parimi, fillimisht bëhej lista atyre që do arrestoheshin dhe pastaj të gjejmë provat. Dhe u përdor kjo strukturë për spastrime politike. Nga këtu u kalua në ekstremin tjetër. Të gjithë u bëm bashkë, hajdut e të ndershëm, sepse gjithkush mendonte ja pren duar dhe vendosën sa vijat kuqe. Than, heto deri këtu dhe këtu nuk do ngjitesh. Unë nuk shikoj spakun ton që të ketë përfunduar në deregjen e spakut në Rumani, në vitet 20, dhe shpresoj që tatanët sërish të mos bëhen bashkë dhe të vendosin një vijë të kuqe ke rruga e Elbasanit, në parlament nuk do hyshti, një kanene për njësit administrative. Nuk përfundon se mbaruan, nuk ka më për të futur në burg më, vëlla. Ka futur po jo më zotrisë, korupcioni nuk është aksion. Korupcioni është betejë e vazhdueshme, nuk është aksion korupcioni. Mondi. Ne themi tani që kjo punë të rregullohet. Jo, në Rumani u shkrin tre breza politikanësh. Tre breza u shkrin, aty do më përfundoj, do më kryeministër, emra nga më shumë se tre breza. Nga 93-shi, të gjithë funksionet publike kanë kaluar në skaner. Nga 93. Sepse Rumania ishte administrata më e korruptuar në Europë. Po ke Bullgarinë që vazhdon akoma. Absolutisht. Po, e vërtet është. Ka një problem, zoti Babarama, se ne shpesh thomi... Falë të ndërpres, emri që më bën gjithashtu përshtypje është Vili Klaus. Ka qenë sekretari përgjithshëm i NATO-s. Në kohën kur ne do në aplikuam, se ne kemi qenë vëndi parë i ndrit, vëndi i parë që kemi aplikuar në 91, nga gjithë vëndet e lindjes ne aplikuam të parët. Kurajt madhe kemi patër. Dhe kur ka qenë ministri i jashtëm, kur ka qenë ministër i Belgjikës për helikopteret Augusta. Një ndër argumentat që thot kryeministri i Shqipërisë që ne kanë marrë kompetencat dhe ne kanë pezullu zëvendës kryeministën, sepse zëvendës kryeministria do të firmosi 820 dokumenta që i kemi detyrim në kuadrin e kapitujve. Janë taki kominoter, duen firmosur për shtatësh legislacionin me BE-n. Po të dërojë më vlasër, unë e di, pra ne po të them. Dërojmë 3 muajnë, nuk e solle ti. Po, na prish punë. Sikur ti firmosi dikush tjetër. Qa prish punë? Pra, ne do shkojmë në Evropë me një zëvendës kryeministër të implikuar, ose të përgojuar, ma mirë, me qartasi, sepse e ka marak mondi, kur themi të implikuar. Të përgojuar. Shiko, po për nga bim në që po meres me këtë, edhe njërë, në qofë se ti ke punu në administratë, s'ka punu farë. A ka mundësi të marrë? Po të pas e emri, pas e. Po mirë, ti reago, mas si të marrë drejtën e fjales. Mësohu të bësh debat. Debatin po e bëju në? Po pra, mësohu të bësh debat. E para punës, unë i referohem thënjës tënde, për të cilë një argument para shqiptarve, sepse kryeministri i Shqipërisë, kur qanë me lot krokodili, nuk ka hallin e mbrojtjes Belindës edhe të vetin. Po thotë unë kam hallin se me duhet për të firmosur 820 dokumenta. Unë i them 820 dokumenta cakto një tjetër për të firmosur, sepse në kuadrin e qeljes kapitujve është bërë propaganda mrekullisht dhe okej, si shqiptar duhet bëhat ashtu. Problemi është për të mbyllur këto kapituj, se tani do filloj faza e mbylljes kapitujve. Dhe zotësia e një shteti që pretendon për shkuar në BE është të mbyll një kapituj, edhe një tjetër dhe të mbyll i gjithë kapituj, dhe kur mbyllën kapituj të ke mbyll punën. E di si një kapituj është Ta maroj. Janë lirit e drejta njëri. Ta maroj zotërise, atje po shkoj unë. Dhe nuk ke drejt të ma vjedhish autorsin. Po ju prosta mora, Po pra unë pra e kam nisë këtë argument. Ose nisë e ti edhe pas e mbitise. Tani, unë nuk dua që këto 820 dokumenta t'i firmos një person i përgojuar për korupcion. I përgojuar, po them. Dhe po rrinë atë të juristit që prezumimi i pafajësis është vetëm e kemi përgojuar. Faktikisht s'paku e ka akuzuar, s'paku e ka mërdet panderë, po unë po them përgojuar. Unë them të shkoj t'i firmosi Ilir Babaramos që nuk është i përgojuar për keq. Ose Ndrit Sefa. Ose një shqiptar tjetër. Nëse ne vërtet qajmë hallin e shqiptarve, shqiptarët du t'i mbrojmë me emrin e Rita Orës dhe të personaliteteve shqiptarë të cilit i kanë dhënë emër të mirë Shqipërisë. Po në rast se ti të shkosh të përfaqësohesh në Bashkimin Evropian,
me një zëvendës kryeministër të përgojuar për korrupsionet niveleve të larta, të abuzime me fondet publike, të favorizimit në tendrat e oligarkëve dhe të bizneseve të Turqisë apo të Gjermanisë, ti nuk e shkurt mbyllësh kapituj. Ti pastaj të thuesh, nuk i mbyllëm kapituj, se në fund mund dështojmë me kapituj, si pas gjasave, ose si pas filxhaneve të kafes, dhe të thuesh që, gabuam se shuam atje një zëvendës kryeministër që është i akuzuar për korrupsion, i niveleve të larta. Se ta kanë thënë ndër rjeshta, edhe evropianët, ta kanë thënë shumë bukur, pavarësisht se ne e pranojmë më vonë, po të kanë thënë ato të kanë thënë hapur, ta kanë thënë me raporte. Lere se që a thëtë Martakos ati kur delë në tribun, po kur bëhet raporti ati në ustallarëve të Martakos, ti nuk ke për asnjë notë pozitive. E di si është pjesa e procedurës e kapitujve? Po që se ti nuk merr okejin e grupit të kontrollit të grup kapitujve, nuk vazhdon të kapituj tjetër. Të e din ti, pra unë nuk i di këta. Po për kështu është ligji, këtë e thonë. Po zotri, se japin okejin për të vazhduar tjetrin. Po ta kesh një përfaqësues kaq të ndershëm, ta japin. Zoti Premçi, do mos që të regojmë kaj do në këshu puritan, kaj procedurialist. Do në që kur është kryuar Bashkimi Evropian, asë një shtet nuk ka hyrë për shkak të meritave dhe të plotësimit të kushteve. Është janë interesat gjeostrategike. Hiqe do në vëndet antare, do në nga që në 81 kur ka hyrë Greqia, Spanja dhe Portugalia, kanë qënë vendime politike. Nga 78 dhe në 81 hyri Greqia. Po. 3 vjetë. Shikon. Në të njëjtën periudhë më pak një vit më pas do në hyri dhe Spanja dhe Portugalia. Ndërkohë gjitha vendet e tjera do. Vendet e Ballkanit Perëndimor i kanë torturuar kaq keq për hyrjen në Bashkimin Evropian, 40 vjet në veri, 40 vjet këta. Tani i kanë torturuar kaq keq sa këto kërkesa, sikur t'ia kishin vënë Greqi sot, t'ia kishin vënë Bullgari sot, apo Rumani sot, të garantoj unë dhe ata do që donin. Apo e tjera. Që japin Hollandës. Hollanda është shteti më kriminal që ka sot Bashkimi Evropian. Ndërkohë që ty Hollanda të vinë, e t'jep leksione për demokracinë. Për demokracinë, po. Dëgjoj, ata t'japin leksione. Por, vendi më kriminal... Funksionoi shteti një vit e gjysmë pa qeveri fare në Belgji ku ishte në Hollandë. Pa qeveri fare. Edhe në Çeki gjithashtu. Por të kthehemi se... Nëse kjo është dhe në 2030 në që thot kryeministri do kemi shumë kohë për folur për integrimin. Ky diskutim e di pse doli. Doli sepse ju nxorët edhe tabelën dhe u kaluan disa paralele nëpërmjet institucioneve, të cilat i krijuan këto institucione që krijuam ne dhe filloi me reformën 2016-s, e cila kjo do të haj vite, prit se do kesh update-in tjetër të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Do filloj filtri prap. Prap, nga para. Dhe kjo është sistemi, bëhen update me kalimin e kohës. Sepse ti... Do ketë tjetër veting tjetër për prokuror. Update-i nuk është më veting, por çdo kush... Prap Pamela Bungo. Një sekond. Jo, no. Edhe njërë. Prap Pamela Bungo. Një sekond, mos e merë në atë pikë. Problemi është sistemi në përgjithësi ka nevojë të updatohet. Sepse jo çdo kush i zgjedhur në sistem nuk është i pagabushëm dhe i mund të dali dhe të çedoj në anën profesionale, të cilën nuk e bën në mënyrën e dur. Dhe kjo është marrëdhënia. Sepse pse duhet bërë prap? Pse duhet bërë prap kjo? A ka edhe Bill Gates kur e bëri atë Windowsin, tha, me vetëm me internetin. Është këshilli i lartë gjyqësor, është këshilli i lartë i prokurorisë që bën atë kontrollin. Shkeli. Jo, nuk i bëjnë ata kontrollet. E diti sa ankesa ka nga qytetarët sot në inspektoriatin e lartë drejtësisë? Me mira. A e diti qa viti janë sot? Po kush është inspektoriati i lartë drejtësisë? 20-20. Po pse inspektoriati i lartë drejtësisë që ka më i pasur se sa ato? Një rast. Në momentin e parë që u ndërtuan organet e drejtësisë, kishte edhe personazhe që normalisht nuk kishin ndenjë për pozicionin që kishin, sepse në momentin e caktuar qelluan ata dhe u zgjodhen ata. Sepse ishte edhe situata dhe kriteret janë shumë të forta. Për ty do të kesh 15 vjet të eksperiencë pune. Dyshemeja është 15 vjet, ë? Do të kesh
do me thënë për të vetë gjukat lartë nga juristët e njohur, do të kesh publikime, ka disa kritere shumë të forta për të marrë pjesë. Disa i plotësonin, i qëlloj fati, aty i plotësonin dhe u zgjodhën. Në moment, kishte edhe personazhe aty që ankoheshin jo në kartë ftesa, jo në kartë ftesa nga këto të tilla, domethënë që u bënte barsaleta për sistemin e drejtësisë. Ndërkombëtarët ishin shumë prerë te kjo gjëja, sepse u kërkuaj që mund të bëjmë updatime, që ta rregullojmë, ta sistemojmë, ta rishikojmë sistemin, ishin kategorikisht kundra, sepse thanë, me të vërtetë është situata pak problematike tani, po sistemi do rregulloj vetë në vetë. Edhe normalisht sistemi do rregulloj vetë në vetë. Ata organe do bëhen organe më të qëndrueshme, do jetë lufta më ashpër për të marrë pjesë në to, ata që do zgjidhen nesër pas nesër do kenë më shumë, do ketë më shumë zgjedhje, do ketë më shumë zgjedhje. Okej. Edhe sot për shembull, gjykata kushtetuese më fal. Themi në fund dhe dua të zauroj gjykata kushtetuese ta mbaroj pra. Gjykata kushtetuese sot për shembull, po e rikuperon veten, po merr zgjedhje shumë cilësore. Gjyqtari që hyri zoti Vokshi është një nga produktet më të mira që ka sistemi. Okej, po një fjalë problemi ishte i tillë, të gjithë personat të cilët ishin në sistem, ishin kritere shumë të forta. Personat të cilët janë futur në magjistraturë, ishe 3 vjetë, do të kishe eksperiencë juridike në një institucion e tjera, dhe të filloje të mbaroje shkollën e magjistraturës. Dhe të gjitha vendet vakante, plotësoheshin nga këta që shkarkoheshin nga sistemi. Po ta shikosh, kemi 2 paradoks. E para njërë që 3 vjetë du të kesh qenë jurist në një institucion, bashki, ujësjellës, kadastër, kudiun, e tjera, ndërkohë që mosha një gjyqtari, minimalja duhet jetë 20 vjetë. Gjyqtari është zoti i lartë, gjyqtari në tokë. Ku është shkruar? Sepse gjyqtari ka fatin e qytetarit në dorë. Me një vendim, ju shikoni çfarë ndodh, me një vendim, ai të sjell vërdall sa ti sa merr. Okej. Me fare shkurt, do më pyetja e fundit është, sepse tani jemi në një situatë të tillë. Përplasja ka nisur muaj i mjaltit mes politikës kryesisht dhe qeverisë me drejtësinë, ka përfunduar, nuk po i bien me gjoksit që këtë drejti e krijuam ne, e krijuam dhe kundër vetes e tjera. Tani kjo përplasje ç'a do prodhoj, zoti Premçi? Dhe a ka presion në SPAK si nga presion politik, po edhe nga bota kriminale, se... Shiko, Shqipëri jetojmë. Unë interpretoj ato që ka shprejnë qytetarët çdo ditë në hallet e tyre. Po. Perceptimi për SPAK-un dhe për gjyqëgohën është perceptimi më pozitiv në opinionin publik. Sepse populli dëshiron të ketë drejtësi, dëshiron të ketë organe funksionale të drejtësi, sepse e kanë mësuar... Populli do të drejtësinë, por SPAK-u a doja japi, apo do të çedojnë nga presioni? Me lejo të mbaroj, unë sa ta nis fjalin, pa të nxjerr argumentin, ju të ndërprisni. Kjo është modeli i gazetarisë shqiptare, që unë e pranoj shumë mirë, po nuk e pranon opinioni publik. Dakor. Sepse në odat shqiptare, kur e ka marrë fjalën njëri, e ka quajtur deri në fund dhe pastaj ka filluar tjetri. Ju ta ndërprisni bisedën, s'ka problem. Unë nuk mërzitem. Problemi qëndron që unë anoj në krahun e popullit, sepse unë nuk kam detyrën e avokatit. Tani, politika është në hall. Politika është në hall. SPAK-u, dhe jo vetëm SPAK-u, po prokuria dhe gjykata janë në punë. Dhe ne na intereson që të fitoj krahu i prokurisë dhe i gjykatës, që të vërtetohet që këto politikanët a vërtet e kanë seriozisht që ka marrë fund periudha e pandashkueshmërisë, se këto thonë ka marrë fund. Ne jemi të preokupuar, të angazhuar që të krijojmë një organ drejtësie që të dënohet edhe kryeministri, edhe qytetari i thjeshtë. Po problemi qëndron që sa po SPAK-u troket në derën e një zyrtari të lartë të shtetit, s'po përdori memra, mërzitet edhe kryeministri, mërziten edhe analistët, mërziten të gjithë. Unë them që qeveria dhe grupet kriminale prej kohësh kanë një aleancë.
ose më falë, se u shpreja gabim. Politika, se po thash qeveria, përjashtoj në të inkriminum nga opozita dhe mërzitet në njëri. Politika edhe grupet kriminale ka një aleancë në Shqipëri. Kjo është fatkeqësia që e përjetojmë shqiptarët në tërësi, por fatkeqësisht kush është prindër, në veçanti sepse mendojnë që në cilin shtet do i lëm fëmijët, cila do t'jetë e ardhmja, se në një shtet kur bën aleancë politika me grupet kriminale, dhe unë besoj që SPAK-u e ka presionin edhe nga mazhoranca, edhe nga opozita. Do t'i qëndroj presionit apo do thyet nga presioni? Si është? Me një fjali. Për te hamendësimeve, unë kam besim të aleatët strategjik të cilët Shqipërin, edhe pse nuk e kanë në një vëmendje të veçantë, kanë një përkujdesje që të funksionoj, sepse natyrën e shqiptarëve ato e kanë studiu mirë. Këtu nuk vjen kush në pushtet, të paktën të 35 vite të tranzicionit, nuk ka ardhur kush në pushtet për ta mirë qeverisur Shqipërinë. Ose dhe nëse e ka patur me një person, apo 2, apo 3, fakti që në kabinetet qeveritare, ato që bëjmë debat ne, që kryeministri pas ka të drejt, për te ligjit dhe kushtetutës, të grumbulloj në kabinetin e ti, dallkauk që e kanë menën vetëm për vjedhje, dhe kur ja merë në hetim SPAK-u, e konsideron shkeljet kompetencave dhe mbi vendosje të kompetencave të llojeve të pushtetit. Unë këtë nuk e pranoj. Pse nuk e pranoj? Sepse Shqipëria nuk ka vetëm një Edi Rama apo një Balluku për ta qeverisur. Ore, Rama e ka të drejtë se është mandatuar si kryeministër. Po ky personi, ky kryeministër, le të zgjedhë një person tjetër mo. Le ta vazhdoj edhe pasi vdi shoku Enver. Le ta vazhdoj. Mentor. E një pyetje. Unë mendoj që është një realitet i ri politik. Ndryshe nga Të tani është o i reziston presionit dhe bëhet gjykate kavajës, si shtot, apo... Besoj që do tjetë, me që po flasim për presion, ashtë dhe kjo presioni është bërë shumë i përdorshëm në menu, do tjetë presioni ndërkombëtar për të mbrojtur SPAK-un. Unë dëshiroj që SPAK-u të vazhdoj të mbijetoj edhe nuk bëfshim bashk të gjithë të këqit për të neutralizuar ligjërisht. SPAK-u duhet të vazhdoj tjetë një aset publik, sepse është institucioni që ka ngjallur pak shpresë që në këtë vend edhe mund të bëhet shteti. Padyshim, nuk ja shtron, se ajo që nuk më pëlqen është zoti Dumani, cili ankohet që më presione, më shajnë, nuk ja shtrojnë gjykatësit dhe prokurorit askund tapetin e kuq. Në Itali ndodhi kataklizmoja. Po nuk del kryetari opozitës shan prokurorin e përgjithshëm atje. Padyshim, kjo është një luftë. Në vendin me nivelin më të lartë të korrupsionit, në vendin ku politikat e gjitha krahëve me biznesin e korruptuar, me organizatat e krimit janë bërë njësh, të dalësh me shpatën e ligjit për të bërë drejtësi në këtë xhungël, padyshim që do kesh konflikte, do të sulmojnë, do të shajnë, do të bëjnë gjithçka. Nuk ka shampanjë për njerëzit e drejtësisë. Okej, nga një fjali, dy juristët ju lutem se kemi kaluar. Si e shikoj unë, e para një që nuk ka përndodhur asgjë me SPAK-un. SPAK-u do të vazhdoj këtë ritëm që ka. Këto hetime të cilët i ka në proces do t'i vazhdoj deri në përfundimin e tyre dhe do thrasi personat të cilët mendohet sipas tyre që t'i thrasit pandehur, sepse kjo tani u bë pak precedent dhe shikohet kjo pjesë e masës pezullimit që është kërkuar nga një prokuror i cili është paq i ndershëm sa Dumani. Po të njohësh prokurorën e çështjes si ka zonja Balluku, është një person kaq me integritet dhe kaq korrekt sa zoti Dumani. Nuk e gjen në asnjë vend që Dritan Premçi të jetë i lakuar, të jetë i korrupt, 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 të jetë i korrupt,
dikun për ndonjë afere tjera. Pra, për mendimin tim... S'është nipi i Beqir Ballukut, ajo është nipi i Tahir Prençit. Shiko, nuk ka lidhja jo me këtë tjetër kunda kam unë. Geni dhe raca, ka lidhje. Shiko, ka lidhje. Edhe njërë. Kush është ky Tahir Prençi? Faleminderit që pas këtë... Si, po unë e njoh atë më. Unë them atë që njoh dhe unë jam realist për këtë. Gjyshi ati ka qenë oficeri kompanisë 4.000, zotë. Shiko, unë di vetëm kaq. Ai është një djalë i ndershëm, një djalë punëtor dhe për strukturën e posaçme është kjo. Struktura e posaçme do të vazhdoj me gjithë vështirësitë e veta, se ata janë goxha në rrezik, të dini që ata kanë neutralizuar shumë grupe të cilat... Pra ti je optimist domun që nuk do ketë një kthim pas nga drejtësia. I ndrit ka presionin të ndershmit. Tani, e vetë një kërkesë që kam është që kjo trup që u specializua, u trajnua dhe tregoj që ka integritet të lartë profesional, t'i jepet mundësia të kandidoj për i mandat dytë. E qaq. Vetë një gjë që mund ndërhyj politika për t'i bërë dëm vendit është... Ja pra, përsëri na u dashka politika, kështu që ata vendosin për ne. Ky ishte emisioni për sot, duke falënderuar 4 të ftuarit, ju uroj të gjithëve natën e mirë. Rishihemi të